Miqtë Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të flasim për dy ngjarjet më kryesore dhe jo vetëm faktikisht sot gjatë 2 orëve në vijim. Do ndalemi tek mënyra se si Shqipëria ka një ditë të rëndësishme ku hap 4 kapituj të tjerë të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kam përshtypjen askujt nuk i kanë humbur ato foto apo mesazhe të dhëna nga kryeministri Edi Rama e po ashtu Marta Kos. Gjithsesi për këtë do të flasim në vijim, pasi fillimisht do të ndalemi në Hag. Un kam në një lidhje direkte Denada Kolën, gazetare e cila na dëgjon. Denada, të përshëndes edhe të falenderoj shumë për kohën sepse e di që dhe kushtet atmosferike atje nuk është se e bëjnë shumë të lehtë komunikimin. Sot dita e dytë ku Rubin jep fjalën e tij, ku jep dëshminë e tij të rëndësishme. Çfarë pritet të ndodhë dhe çfarë ka thënë deri tani të re nga dje? Përshëndetje Sidorela, prej orës 9 të mëngjesit, njësoj ashtu siç ditën edhe e djeshme, James Rubin është duke dëshmuar në gjykatën speciale ku po mbahet tashmë prej ditës së djeshme deri në 14 nëntor do të mbahen të gjithë dëshmitarët që do të sjellë mbrojtja. Është pikërisht në kuadër të grupit të Thaçit, të mbrojtjes së presidentit Thaçi, ku po mbahet edhe kjo dëshmi. Ka mbaruar vetëm pak çaste më parë, përpara se të lidheshim së bashku, dëshmia se takon pyetjes që prokuroria ka patur ndaj James Rubin dhe më pas ka kërkuar sërish Luka Misetic, avokati i zotit Thaçit, të bëjë disa ndërhyrje të fundit përpara se sa dëshmia e James Rubin, ndihmës sekretarit të shtetit apo Madeleine Albright, të përfundojë dëshminë e tij në Hag. Momenti më i rëndësishëm gjatë dëshmisë së sotme ka qenë fakti i akuzave, nëse mund ta konsiderojmë kështu apo fakti që ai ka konsideruar të padrejtë që njerëz të niveleve të larta të shtetit Kosovës, si që është në rastin e presidentit Thaçi, është duke u mbajtur prej 5 vitesh tashmë në dhomat e paraburgimit, edhe kur procesi gjyqësor nuk ka më shumë se 2 vite e gjysmë. Ai e ka konsideruar si një kohë shumë të gjatë dhe se prokuroria nuk i ka provat e mjaftueshme, prandaj e ka zvarritur këtë proces. E kuptoj, megjithatë sot pritet të përfundojë gjithçka sa i takon Rubin. Më thuaj pak, nga pala e zotit Thaçi, a kanë pretendime se kjo dëshmi mund të ketë ndryshuar rrjedhën e gjithë ngjarjes? Nuk mund të referohem pjesës së zotit të mbrojtës së zotit Thaçi për shkak se ata nuk kanë deklaruar diçka për mediat, as off the records, por as edhe në daljet e tyre sa i takon rëndësisë, por patjetër mund të them atë që kam perceptuar duke qenë pjesë në sallë të 2 ditë, që ka qenë shumë e rëndësishme për gjithë ata që i kanë ndjekur seancat e përparshme gjatë kohës që prokuroria ka thirrur, po themi pjesët e tyre të dëshmive, duke si përflitet për një histori tjetër e jo për historinë e Kosovës. Ndërkohë që e gjithë ajo çfarë ka ndodhur nga dita e djeshme deri ditës së sotme, duket është thyer realitetin që ne të gjithë njohim, e dim që Kosova ka kaluar nga 1998 a 1999, po kur i referohet edhe pikërisht kjo prokurori. Kjo prokurori. Megjithatë, të paktën nga ajo që ju gazetarët keni mundur të shihni dhe ndiqni gjatë seancës, çfarë ka ndonjë detaj interesant që ke vënë re nga Thaçi në krahasim me seancat e tjera ku ndonjëherë është vënë re dhe i tensionuar apo që nuk është se fort pranonte lehtë ato çka dëgjonte? Në fakt duhet të them, edhe duhet ndalen fillimisht tek mbrojtja e zotit Thaçi, Luka Misetic është avokati i cili po e drejton edhe mbrojtjen e zotit Thaçi, ka qenë shumë i kujdesshëm gjatë gjithë kohës, edhe jo vetëm në këto ditë që janë shumë të rëndësishme për mbrojtjen, por edhe gjatë kohës që kanë qenë dëshmitarët. Ndërkohë që nga ana e prokurorisë, se me bindje edhe ditën e sotme ndaj James Rubin, janë paraqitur prova deri në postimet politikanëve të Kosovës me foto të James Rubin, sa ai në një moment sa që nuk mund t'i mbaj mend të gjithë shqiptarët që i kërkojnë të bëjnë foto me të, por që postimi i pëlqente, pra me një lloj humori. Por të thënë që kanë shkuar deri në detajet më të vogla për të kapur, ndërkohë që ka kërkuar Luka Misetic, avokati i zotit Thaçi, që të shpjegojë se si mund të ndërhynin ato që ka deklaruar James Rubin, apo që ka postuar vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit, në atë që ai ka patur rol në vitet 1998 deri në vitet 2000. Pra është e pa imagjinueshme që dëshmi që ai ka dhënë apo intervistat e podcasteve të cilët janë cituar viteve të fundit mund të lidheshin me këtë proces, sepse ai po jep dëshminë vetëm kur ka mbajtur postë të rëndësishme. Denada, e fundit dhe po të lë të vijosh, cila ka qenë dëshmia
pjesa më e rëndësishme që Rubin ka thënë dhe që mund të ketë një ndikim direkt në çështje. Pra një nga gjërat që ty të ka bërë më shumë përshtypje. Është treguar për gjatë ditës së dieshme dhe të sotshme, shumë i kujdesur për të thënë edhe për ta demonstruar në të gjitha momentet që ai ka qenë pjesë e kohës ku i referohet dhe e ka futur, duhet të thënë se do ila shumë rëndësishme që James Ruby e ka futur në kontekstin e kohës se çfarë ka ndodhur në luftë, duke thënë që situata në vitin 1998, 1999 nuk është situata e sotme, pra nuk mund të gjykojmë historinë e kësaj lufte në ditët e sotshme, siç pa e thënë, pra po e shtoj nga vetja këtë si në kontekstit të kohës, fakti që ai ka thënë që zoti Thaçi ka patur një rol politik më shumë se sa një rol organizativ mështarak, sepse kjo është pretendimi që ka patur prokuroria në këto vite, që ka patur një hierarki të mirësisë dhe vendimet janë marrë në grup dhe në ndërmarrje të katërkrerëve të UÇK-s. Ai e ka deklaruar që e ka parë me sytë e tij, ka qenë Kosova së kohë, kur operatorët, komandantët e zonave, në fakt i kanë diktuar zoti Thaçi, kanë sjellë rastin Adem Demaçit, që zoti Thaçi i ka pyetur atë ajo Anasjetas. Kjo hedh poshtë një nga pikat kryesore të prokurorisë që UÇK-ja ka funksionuar në një mënyrë po themi të organizuar, si dhe ka thënë që në të gjitha rastet e ka përmendur edhe zotin Dick Martin, në të gjitha rastet, të gjitha ata që kanë sjell po themi dëshmi për fakti që ka patur krime nga krerët e UÇK-s, asnjëherë nuk ka patur prova sa i takon instancave më të larta amerikane që ta provojnë këtë gjë. Ka dashur ta teksoj zoti Rubin. Mirë, Denada, të falenderoj shumë për lidhjen direkte dhe mënyrën se si përcolla atmosferën dhe gjithçka po përjetohet atje. Përshëndes. Ne do ndalemi në këto çaste, sigurisht në vijim, më tëroj që vëmendje një nga fjalit që tha Denada dhe që duket se është përmendur qoftë edhe gjatë seancës që po mbahet apo mënyrës se si janë drejtuar pyetjet Rubin, ku flitet për foto të ndryshme që ka me politikan apo figura të ndryshme të Kosovës. Faktikisht njërin prej tyre shumë të rëndësishëm të historisë së Kosovës, do ta kemi në minutat në vijim, ku dhe ai ka një foto që është e vërteta me Rubin, do të na tregojë mënyrën se si ai e ka njohur, se si është përjetuar situata në ato vite dhe se çfarë mendon pikërisht ai për situatën që është duke ndodhur sot në Hak. Po këtu ta kemi në vijim. Fillimisht do doja të ndalesh tek lajmi i ditës, ku sot Shqipëria, siç u thash, hap 4 kapituj të tjerë të negociatave për antarësimin me BE-n. Janë bërë virale foto të kryeministrit Edi Rama me Marta Kosa, po edhe figurat të tjera të njohura të cilët tregojnë për qëllimin kryesor që faktikisht ka qeveria aktuale, ashtu siç vetë kryeministri e bëri me dije në asamblenë e mbajtur pak ditë më parë ku na njohu dhe me qeverinë dhe kabinetin e ministrave. Duket se vazhdon rruga drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri njoftoi hapjen e këtyre 4 kapitujve të rinj të negociatave për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në Bruksel. Faktikisht kreu i qeverisë u prit nga Marta Kos, komisionerja europiane për zgjerimin. Kryeministri u shpreh se kanë ngelur për t'u hapur dhe 5 grup kapituj, ndërsa vetë komisionerja për zgjerim tha se do të mbyllen brenda vitit. Grup kapitulli 4 përfshin fusha kyçe si tranzicioni i gjelbër, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër dhe ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të marrëveshjes së gjelbër europiane dhe prioriteteve strategjike të Bashkimit Evropian. Këto janë disa nga pamjet që janë bërë, po themi, deri diku virale ditën e sotme nga ky takim. Mund të keni parë kudo të shpërndara qoftë në rrjetet sociale të antarëve të qeverisë, po ashtu edhe në media të ndryshme. Megjithatë, unë do doja të përshëndesja Gledis Gjepalin dhe Nirvana Deliun, i kam në këto momente në një lidhje direkte. Mirëdita të dyve. Fillimisht, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe do doja ta nisja me ty, Gledis, nëse mund të më shpjegosh shkurtimisht dhe thjesht për ata që na ndjekin se çfarë domethënie ka hapja e këtyre 4 grup kapitujve. Pastaj do të të pyes se çfarë është mbrojtja e mjedisit, tranzicioni i gjelbër, energjia e pastër apo ndërlidhja e qëndrueshme e transportit. Po më thuaj sa të rëndësishëm janë? Po, rëndësia e tyre në radh parë mesazhi politik që vjen nga Brukseli, që ka vazhdimsi të hapit të grup kapitujve, do të thotë që procesi i ecën me një ritëm të kënaqshëm. Ashtu vlerësim për Shqipërinë, për reformat që janë duke marrë, pra ky vlerësim vjen me hapje të radhës të grup kapitulleve, duke lënë vetëm një grup kapitull në fund deri në fund të këtij viti.
Më pas, rëndësia praktike është tek puna që do duhet tashmë të fokusohet tek çështjet që janë identifikuar dhe janë paraqitur në pozicionet negociuese si nga palja shqiptare ashtu nga palja europiane dhe përkthehen në plan pune të qeverisë po dhe institucioneve tjera dhe të shoqërisë shqiptare, do thosha, biznesi, akademia, shoqëria civile, sepse janë çështje shumë të rëndësishme si mjedisi, transporti, zhvillimi rajonal që janë do të thotë fondet e Bashkimit Nga ndryshojnë Evropian. këto 4 grup kapituj nga ata 5 që presim në vijim dhe ku në mos gaboj zonja Kos tha duhen mbyllur brenda aktiviti. Duhet mbyllur hapja e gjithë grup kapitujve. Po, shqip ngjan të shëmtuar ta thoja, po. Po, dhe mbyllja sigurisht objektive është 2027, fundit të shtatës. Ndryshimi, secili kapitull ka tematikën e vetë dhe ata kapitull që kanë ngelur janë po ashtu të rëndësishëm se bëhet fjalë për bujqësinë, zhvillimin rural, zhvillimin ushqimor e tjerë që kanë peshkimi, gjitha kanë një rëndësi të drejtë për drejtë për qytetarët shqiptar apo dhe bizneset janë të fokusuar në këtë fushë. Por 4 kapitujt aktual do të riqe vëmendjen tek mjedisi, që është do thosha kapitulli më i vështirë nga të gjithë kapitujt e negociatave për shkak të kostove të mëdha që ka, dhe është dhe kapitulli ku palja shqiptare ka kërkuar më tepër përjashtime apo periudha tranzitore, pra për të arritur realizimi kritereve, standardeve të kërkuar në një afat përtej antarësimit. Dakord, do doja të merja pak edhe mendimin e Nirvanës lidhur me rëndësinë e kësaj dite. Tani, një qytetar i thjesht mund ta ketë pak të vështirë të kuptoj çfarë janë këto 4 grup kapituj që hapen, pse është e rëndësishme për Shqipërinë, kështu që ta shpjegojmë pak në mënyrë sa më të lehtë për ata që na shohin. Po, në fakt është e vërtetë dhe terminologjia që përdor ndonjëherë Bashkimi Evropian të ngatron, pra kapitujt, grup kapitujt, hapja, mbyllja e tyre. Ajo çfarë duhet kuptuar në fakt është që kapitujt nuk janë gjë tjetër veçse një fushë tematike e legjislacionit të Bashkimit Evropian. Pra legjislacioni i Bashkimit Evropian, ai që njihet si UAKI, përbëhet nga këto që njihen si kapituj, që janë edhe ka ato që do të negociohen nga vendet kandidate. Pra, Shqipëria konkretisht po negocion 33 kapituj, të cilët Bashkimi Evropian i ka grupuar në ato që njihen si grup kapituj apo clusters në versionin anglisht. Dhe ajo çfarë ka ndodhur me procesin e ri të negociatave për shkak të metodologjisë së re të zgjerimit, tashmë kapitujt po hapen në grupe dhe jo individualisht. Prandaj ne flasim për grup kapituj dhe sot pra në një takim të vetëm, në një konferencë të vetëm ndërqeveritare nuk hapet vetëm një kapitull, por hapen 4 prej tyre që janë brenda clusterit 4, pra mjedisi dhe mjedisi që përfshin gjithashtu edhe kapitujt e energjisë, të transportit edhe të rrjeteve të transportit europian. Pra kjo është ajo çfarë do duhet kuptojmë pra qytetarët. Ne tashmë kemi hapur 5 grup kapituj, na ka mbetur vetëm një grup kapituj, siç e përmendi dhe Gledi, si përfshin pra kapitujt e bujqësisë, sigurisë ushqimore apo edhe të fondeve strukturore, që do të jetë grup kapitulli 5 që pritet pra që të hapen, ndërkohë që e kemi bërë le të themi detyrë më të madhe duke hapur 28 nga 33 kapituj gjithsej që do duhet të negociojnë. Pra na kanë mbetur edhe 5 kapitujt e fundit që bëjnë pjesë në një grup kapitull, në grup kapitullin 5. Çfarë ndodh nëse ne mbyllim vitin me 4 tani dhe 5 kur tha komisionera për zgjerimin, cili është hapi më tej? Është pikërisht tashmë që ne do duhet që të plotësojmë kriteret që janë vendosur, pra me takimin e konferencës ndërqeveritare prezantohen dhe ato që njihen si pozicionet negociuese si nga ana e Bashkimit Evropian, ashtu dhe nga ana e shtetit shqiptar. Pozicioni negociues i Bashkimit Evropian është tashmë publik dhe mund të lexohet nga çdo kush që ka interes për të parë cili është vlerësimi që Bashkimi Evropian bën për secilin kapitull që bën pjesë në grup kapitullin 4 dhe detyrat e shtëpisë, le të themi, që i vendosen Shqipërisë, ato që njihen si kriteret për mbyllje. Pra janë këto kushtet që Bashkimi Evropian tashmë i vendos shtetit shqiptar që do duhet që të plotësohen në mënyrë që kapitulli të quhet i realizuar me sukses dhe të bëhet e mundur mbyllja e tij. Dhe vëmre në fakt që nga këto 4 kapituj të këtij grup kapitulli, peshë më të madhe të kritereve të përmbyllse e ka pikërisht kapitulli 27, mjedisi. Unë i numërova, ishin 9 kritere apo 9 kushte që vendosen për këtë kapitull. Ndërkohë që për kapitujt e tjerë si transporti, energjia
energjia janë rreth 3 ose 4 Do të të pyes në vijim, Nirvana, se çfarë na ka ndihmuar deri tani dhe se çfarë mund të presim në vijim, po dua t'i bëj një pyetje Gledisit, është tejet personale Gledis, pavarësisht se ti do ta lidhësh me profesionin tënd edhe me njohuritë tua. Çfarë roli kanë pasur dy zonja të cilat Rama nuk i ndryshoi kur bëri ndarjen e qeverisë, zonjën Majlinda Dhuka dhe Adea Pirdeni, në gjithë të rrugtim, hapje, grup kapitujsh e të tjerë me radhë. Si do ta vlerësoje? Po ka sigurisht një rol kyç për faktin që janë kryenegociatorë dhe zvendës kryenegociatore. Zonja Pirdeni gjithashtu ka qenë dhe negociatore më parë e kapitullit 23 që është nga më të rëndësishmit çështjen e reformës drejtësi, drejtat e njeriut. Është sigurisht pjesë teknike dhe ke ndërthurur qenit negociator dhe zvendës negociator për faktin që kjo është struktura e zgjedhur nga qeveria shqiptare, pra të jetë në nivel politik, ndonse puna në fakt është mirëfilli teknike, është një punë shumë e madhe që bëhet për të koordinuar gjithë institucionet, jo vetëm ministrit, po institucionet varësisë, dhe në fakt është një punë që do jetë gjithnjë më shumë në rritje. Pra është një ngarkesë e madhe. Kur thua ka një rol të rëndësishëm, çfarë roli? Ato mbajnë komunikime të vazhdueshme, bëjnë raportime? Po, jo vetëm, kjo është vetëm pjesa e dukshme e procesit, pjesa e raportimeve apo e paraqitjeve në Bruksel, po ka një punë të përditshme që bëhet me institucionet, ku i kujtohen deadline-et që duhet arrin, reformat që duhet ndërmarrin, për të kapur afate, duhet koordinohen ministrit, institucionet, është një punë shumë e vështirë koordinimi i tyre. Ne kemi pak traditë të punën secili në fushën e vet dhe duke mos lejuar të ndërhyjë dikush tjetër, ndërkohë që integrimi evropian kërkon punën në grup, kërkon integrim në vetë fjalën që nënkuptojmë antarësimin, do të thotë kërkohet edhe një integrim i brendshëm, pra institucionet mbështesin njëra tjetrën, kenë pozicione të përbashkëta, pra të mbrojnë ato çështjet në Bruksel që janë të rëndësishme për vendin dhe jo vetëm midis tyre, por dhe të nxjerrin atë më të mirën e vendit, pra të koordinojnë edhe grupet e interesit, biznesin në radhë parë që është më i rëndësishme, por dhe të tjerët, akademia, shoqëria civile gjithashtu. Pra është një punë shumë e rëndësishme në nivel teknik që ndoshta nuk duket përdit. Kështu që nuk është ndonjë nga ato punët që ne mund t'ja ndryshojmë drejtuesin her pas here, por të lëmë ato që janë sepse e kanë nisur. Sigurisht e ka nevojë për vazhdimsi, janë struktura që kërkojnë vazhdimsi. Okej, mirë, Gledis, të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi. Edhe komentin tënd. Për të vjuar pak me Nirvana duhet besojmë të banalitetet që na ka me sy të mirë Marta Kos, na deshte Merkeli, na do Macroni, nuk na do Holanda, apo janë vërtet detyra shtëpie që ne duhet i bëjmë? Sigurisht është ndonjëherë dhe ndërlidhur kjo pjesa e diplomacisë dhe politikës me ato çfarë kërkohen me kriteret, por në fakt unë dua të theksoj vetëm ato që zonja Kose theksoi sot, pikërisht kriteret që lidhen me shtetin e së drejtës dhe me vlerat themelore dhe drejtat e njeriut, të cilat aty nuk mund të bëjmë dot kompromis, aty nuk është se lidhet më a ka me sy të mirë apo lobojnë për ne apo jo, aty janë kritere dhe kushte të cilat Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë dot kompromis dhe ka kushte themelore, prandaj cilësohen edhe si kriteret themelore dhe detyrat e shtëpisë, le të themi, janë edhe më strikte, më rigoroze dhe më kërkuese edhe për shtetin tonë. Kështu që ajo çfarë na mbetet është që është gjë pozitive, që procesi është intensifikuar, procesi ka marrë një drejtim dhe është gjë pozitive dhe nga ana tjetër që ne kemi tashmë këtë monitorim dhe këtë orientim nga ana e Bashkimit Evropian. Pra, ata janë shumë të qartë se çfarë kërkojnë nga ne, për secilin kapitull, për secilën fushë ne do duhet punojmë, ne flasim shumë shpesh për gjyqësorin, për sistemin e drejtësisë, për luftën kundër korrupsionit, por edhe kapitujt e tjerë, siç është dhe ky grup kapitull që u hap sot, i kanë rëndësinë e tyre, kanë teknikalitetet e tyre dhe kanë edhe sfidat e tyre. Kështu që ajo çfarë duhet bërë është pikërisht institucionet shtetërore, sepse duhet pranuar në fakt që procesi tashmë është më shumë në nivelin ekzekutiv. Se po lexoj edhe shoh që grup kapitulli 4 përfshin fushat kyçe që ne i përmendëm më herët dhe njëra prej tyre ishte mbrojtja e mjedisit, tranzicioni i gjelbër, ndërlidhja e qëndrueshme transporti, pra këto janë pikat. Tani, gjithë këto reformat që po ndërmerren në Shqipëri me heqjen e lavazheve, lokalet, vende pa vend dhe të tjerë me radhë, kanë gjë lidhje me këto?
Sigurisht janë të ndërlidhura. Sigurisht janë të ndërlidhura. Si thash, kapitulli 27 është kapitulli që përmban shumë fusha brenda, që nga menaxhimi i mbetjeve, tek uji, tek cikli i ajrit, tek kimikatet, pra është ndryshimi klimatik, pra është një nga ata kapituj që ka shumë fusha dhe përgjithsisht edhe legjislacioni cilësohet si legjislacion horizontal pasi prek edhe fusha të tjera. Ti do flasësh për investimet, por nuk mund bësh investime pa pasur parasysh ndikimin në mjedis, pra, apo për krimin mjedisor. Pra sado mjedisesh nga ato fusha që lidhet më pas me kapitull dhe me fusha të tjera. Sigurisht që janë të ndërlidhura tashmë politikat dhe ajo çfarë neve shpeshherë mundohemi ta themi që ndonjëherë ky proces i integrimit do na sjellë këto benefitet, por dhe këto kostot apo këto problematikat që vijnë për hir sepse duhen arritur standardet që na kërkohen. Jemi drejt asaj rrugës dhe reformat shkojnë një pas një, po themi ose hap pas hapi ose edhe paralel me gjithçka kërkon Bashkimi Evropian. Falenderoj shumë Nirvana për kohën dhe sqarimin. Të përshëndes. Faleminderit ju. E faktikisht teksa mendoja se doja diçka që kishte një farë lidhje qoftë me Bashkimin Evropian, por po ashtu me mënyrën se si këto institucione funksionojnë, mbi gjitha NATO, SBA-ja, etj me radh kam në një lidhje direkte ish kolonelin në NATO, Çlirim Toçi, zoti Toçi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faktikisht kam shumë pyetje për t'ju bërë, po e nis me këtë të fundit me Shqipërinë që duket se është një hap akoma më pranë, po themi, asaj që aq shumë e thot çdo qeveri, e thot çdo politikan, Bashkimi Evropian. Sa e rëndësishme është të ndiqen reforma dhe mbi të gjitha sa shumë duhet të jesh njësh me aleatët kryesor. Po është vërtet, sot është nëse do ta konsiderojmë nga pikpamja e një qytetari thjesht në Shqipëri, është një arritje për Shqipërinë, por edhe njëkohësisht edhe një arritje për politikën. Pasi kemi hapjen në një grupi tjetër kapitush. Por kjo nuk është ajo që dhe më thënë fundi i gjithçkaje, ne kemi hapur një numër kapitush, por kjo është vetëm fillimi. Pra kemi filluar një rrugë që është një rrugë e gjatë. Dhe kjo rrugë e gjatë kërkon nga vendi ynë, pra nga Shqipëria, kërkon reforma të thella institucionale, kërkon reforma të thella ligjore dhe kërkon reforma në luftën kundër korrupsionit. Këto janë tre anët kryesore. Nëse ne do ta konsiderojmë si një fitore do të jetë vetëm ajo kur ne do të fillojmë të mbyllim kapitujt një nga një. Në momentin kur ne kemi filluar të mbyllim kapitujt një nga një, kjo do të thotë ose është një test që Shqipëria ka filluar të përafrojë ose është përafruar plotësisht në kapitujt XY me standardet e Bashkimit Evropian. Pra kjo nuk është diçka vetëm në letër, por duhet të jetë diçka që do të përfitojnë qytetarët e Republikës Shqipërisë, një shtet funksional, i drejtuar nga profesionistët, i bazuar në zbatimin e ligjit dhe sa më pak korrupsion, pasi ne duam që të kemi një të ardhme të mirë, jo vetëm për veten tonë, por edhe për fëmijët tanë nesër. Pra një Shqipëri, kur flasim për një Shqipëri europiane, kjo nuk është thjesht një deklaratë politike, është një rrugë shumë e vështirë dhe kërkon angazhimin e të gjithëve faktorëve politik, por edhe faktorëve të tjerë që nuk janë pjesë e politikës. E kuptoj, tani, në momentin që ne flasim për rëndësinë dhe që ju përpiqeni në mënyrë, po themi, me rëndësinë e duhur, të shpjegoni se sa vlerë ka një bashkëpunim dhe një afrim kaq i madh me Bashkimin Evropian, unë dua të kuptoj se sa e rëndësishme është pastaj kur ti i prish këto marrëdhënie. Dhe këtu i referohem Kosovës. Dhe ju e dini se për kë kanë fjalën, për ambasadën amerikane që u shpreh hapur se me këtë qeveri nuk mund të vijojmë dialogun. A ishte kjo një nga ditët më të vështira nga bashkëpunimi SBA Kosovë që prej luftës? Unë e kam thënë para 2 ditësh, kjo është një moment i vështirë nëse do ta konsideroj. Nuk do të përdor për arsye etike në një fjalë tjetër të fjalorit shqip, por është një moment i vështirë në marrëdhënien dypalshe të Kosovës dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne shqiptarët, kur flas për shqiptarët, nuk e kam fjalën vetëm për shqiptarët në Shqipëri, por edhe shqiptarët në Kosovë, por do ku janë, ne në një farë mënyre jemi dhe duhet të jemi aleat të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës janë aleat jonë. Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë aleat jonë që nga fillim të shekullit të 20, që kur Shqipëria u shpall e pavarur, që në vitet 1920 kur kryeministri atë Fanoli kur vizitonte
Ligën e Kombeve para se të vizitonte Ligën e Kombeve, takoje një nga presidentët e njohur të asaj kohe, Woodrow Wilson, i cili kërkoi që të ndihmonte kauzën shqiptare për mos të coptuar ose mos të zhdukej nga harta gjeografike e Europës. Dhe ai ju përgjigj që unë do të mundohem të mbështes kauzën shqiptare duke përdorur një zë, atë zë që ne kemi si amerikan. Dhe kjo ndodhi edhe në vitet 1990-1999, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës, në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO ndërmori sulmet kundra regjimit të Miloševićit, ku ishte një spastim, po kryente një spastim. Si funksionon Bashkimi Evropian dhe NATO me SHBA-n? Pra, unë e di që historia ka treguar mënyrën se si bashkëveprojnë, se si kanë të njëjtat interesa, se si përpiqen gjithnjë të ecin dorë për dorë. Megjithatë, duket se edhe europianët janë disi jo fort të kënaqur me vendimet që qeveria e Albin Kurtit është duke ndërmarrë dhe mënyrën se si disa vendime të qeverisë së Kosovës janë duke i vendosur ata në siklet sepse nuk po koordinohen me ta. A mundet që të ketë ndonjë lloj ultimatumi në ditët në vijim? Pra, okay, ky ishte mesazhi i parë i rënd që ne nuk vazhdojmë më dialogun, kemi një pezullim të tim, po a ka diçka që mund t'i bëj presion kësaj qeverie në mënyrë që t'rregullohen marrëdhëniet? Po unë do ta filloj nga Bashkimi Evropian dhe NATO. Të dyja janë organizata ndërkombëtare. Nëse flasim për Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian është një organizatë politiko-ekonomike, kurse NATO është një organizatë politiko-ushtarake. Të dyja organizatat kanë një numër të madh vendesh, janë pjesëtar të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Tu kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, po është një zë shumë i fuqishëm në NATO, por njëkohësisht respektohet dhe vlerësohet edhe në Bashkimin Evropian. Ju me të drejtë përmendët që Bashkimi Evropian ka mbajtur një qendrim kritik gjatë qeverisë Kurti, edhe deklarata që ambasada amerikane ka publikuar para disa ditësh në faqen e saj në Prishtinë është një deklaratë e cila bën në një farë mënyre reinformon qeverinë e Kosovës për rrugën e saj e cila nuk është ajo e duhura, pra është një farë paralajmërimi që kjo mund të përshkallëzohet nëse qeveria e Kosovës nuk të ndërmarrë masa të cilët do të përmirësojnë procesin, sidomos në lidhje me dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Të njëjtën gjë ka përmendur edhe Bashkimi Evropian para pak orësh, ose para një dite, edhe Bashkimi Evropian e theksoi që ky dialog është shumë i domosdoshëm për stabilitetin e rënd, duke parë se çfarë po ndodh sot në Ukrainë, në linjën e mesme dhe vendikimin që ka Rusia në Ballkan dhe po mundohet të arrisë atë çdo ditë më shumë. Ne kemi edhe nga që të jemi konshient në gjykimin tuaj, çfarë ka bërë gabim qeveria Kurti? Çfarë mund të ketë bërë që të vi ky reagim i SHBA-ve? Kjo është një pyetje shumë për mua është pak çfarë ka bërë gabim. Mund të mos jem unë ai personi i dur që mund të them se çfarë ka bërë gabim. Mos koordinimi është nga pikat kryesore që sjell këto reagimesh? Si qytetar i thjesht, nëse do të përgjigjesha, do të thosha po, mos koordinimin me qeverisë Kurti dhe alatit ton kryesor, pra kam fjalën për Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të jetë një nga pikat që ka të quar në këtë nivel bashkëpunimi ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë Kurti. Pra, kjo duhet të jetë e pakta nëse do të ndërmerren hapa, çfarëdo lloj hapi që ka të bëjë për shembull me stabilitetin e situatës në veri të Kosovës. Jo po të them si përsërisë një qytetar i thjesht do të thosha që stabiliteti në veri të Kosovës është i ndryshëm atë që ka qenë para disa vitesh, është disa hapa duhet të ndërmerren në koordinim me ambasadën e Shtetit Bashkuara të Amerikës ose me faktorin ndërkombëtar. Kur kam fjalën për faktorin ndërkombëtar, nuk pra shtoj këtu as Bashkimin Evropian dhe as NATO. Pra duhet të dëgjojmë sepse po ta dim, kemi diskutojmë dhe flasim debatojmë çdo ditë që Kosova në një farë mënyrë është një investim i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe amerikanët dëshirojnë që ky investim të jetë sa më i suksesshëm. Duke qenë i suksesshëm, atëherë duhet dhe disa veprime të koordinohen me aleatët tanë kryesor. Pasi po të shikojmë rreth e qark në rajon, situata nuk është shumë e qetë. Shikojmë një situatë jo të qëndrueshme në Serbi, shikojmë një situatë konfliktuale ose të trazuar, nëse do përdorim fjalën e saktë, të trazuar në Bosnjë Hercegovinë dhe kemi një situatë jo
jo shumë të qartë ose të mjergullt në malin e zi. Pasi kemi një qeveri e cila përbëhet nga faktorët të cilët janë më shumë pro-serb, pro-rus dhe shumë kritik ose shumë të dyshues në lidhje me të qenurit antari NATO-s apo me vazhdimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Duke parë këtë situatë, na çon që ne duhet të konsultohen në mënyrë që të mos përkeqësohet situata dhe ky investim amerikan dhe i Bashkimit Evropian ose i perëndimor të mos dështoj ose të mos jetë problem debati, teksa ju diskutimesh. dëgjoj, sjell në mendje, po themi deri diku historikun e tij si kryeministër, faktikisht herën e parë që i fitoi, po themi, të drejtën për të ndërtuar një qeveri, 4 muaj më vonë, ajo qeveri ra, nëse kujtojmë fillimin e tij më pas, e mori qeverinë në dorë, pati shumicën e mbështetjes së popullit të Kosovës, por çfarë ndodhi që nga ai moment pati një lloj përkeqësimi të dialogut me Serbinë, pati sulm në territorin e Serbisë, pati masa që Bashkimi Evropian vendosi ndaj Kosovës faktikisht pas atij sulmi, dhe kjo nuk di nëse ka të bëjë me politikat gabuara ndërkombëtare të ndjekura nga Kosova apo sepse realisht kishte diçka për të marrë masa ndaj tyre, përkeqësimi, marrëdhënieve me Shqipërinë shpeshherë vendosura në pikpyetje për shkak të tensioneve qeveri-qeveri, dhe vjen pastaj ky reagim i Bashkimit Evropian dhe i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ka ndonjë fitore, Kurti? Unë po të them tani, a ka ndonjë fitore apo jo? Unë do të sjell në vëmendjen tuaj situatën e Veriut të Kosovës. Po ta shikojmë situatën e Veriut të Kosovës e krahasuar me disa vite më parë, është një situatë krejt ndryshe. Pra nuk është një situatë e cila kontrollohet nga grupe kriminale ose ekstremiste, nuk është një situatë e cila është kaotike dhe jashtë kontrollit, ku kemi veprime të palishme apo veprime të tjera, por është një situatë e cila për momentin ne duhet jemi koshient. Pra këtë vlerë ose këtë pozitivitet të qeverisë në veritet duhet ja njohim. Në lidhje pastaj me veprimet të tjera, që kanë të bëjnë me konsultimet me aleatët tanë perëndimor, duke mos harruar dhe përjashtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeveria Kurti do të jetë më vëmendshme. Do të jetë më vëmendshme. Megjithatë, unë flitet shumë që marrëdhëniet me Shqipërinë nuk janë të mira, po ta shohësh në terren, ka shumë marrëveshje të cilët janë nënshkruar ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, të cilat vazhdojnë të zbatohen. Më besoj që veç asaj abetares nuk është se ndonjë nga ato shumë të rëndësishme të zbatuar, mund të ketë një lloj lirimi në kalimin e pikës kufitare që është një turp i vërtet që vazhdon të ekzistojë atje, por që ato pikat e rëndësishme që do donim realisht të ekzistonin nuk është se janë arritur ende. Megjithatë është gjithmonë shumë kënaqësi kur bisedojmë së bashku dhe t'jam mirënjohëse për kohën. Kolonel, faleminderit. Faleminderit juve. Përshëndes. Do të kem në këtë çaste në një lidhje direkte kryetarin e Nismës Social-Demokrate dhe kam nderin ta përshëndes zotin Fatmir Limaj. Faleminderit shumë zoti Limaj për kohën tuaj, ju përshëndes. Përshëndetje edhe nga ne. Besoj ditë të çuditshme gjatë një periudhe fushate në Kosovë, por mbi të gjitha ditë kur Amerika flet dhe ditë kur edhe në Hag flitet. Dhe unë do doja ta nisja me këtë të fundit, duke kuptuar e njohur gjithë historikun dhe lidhjen tuaj gjatë mënyrës se si u formua Kosova ashtu siç do duhej, shteti i pavarur dhe sovran. Zoti Limaj, çfarë po ndodh në Hag dhe çfarë rëndësie kanë dëshmitë që po jepen? Fatkeqësisht ajo që na ndodh neve gjithë shqiptarëve, duhet me do një huaj mi tregu shqiptarëve që sa rëndësishme e çfarë projekti madhor epokal që ka do 2 epoka, robëria nga liria, ka qenë projekti i madhërisëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe popullit Kosovës për liri. Ushtria shqiptare e Kosovës dhe ky projekt i madh lirisë tash 20 vite ka qenë në sulm të vazhdueshëm nga gjitha anët, nga kuzhinat e prodhuara të gjitha atyre që kanë qenë anti-lirisë Kosovës dhe anti-pavarësisë. Pas 20 e sa viteve, kthehet një njeri i cili ka qenë zë i shpresës, dikur për ne, për kombin tonë, e posaçërisht për Kosovën, që nga zyrat e së departamentit nshonte zërin e shpresës në ndihmë dhe mbështetje të popullit Kosovës. Zoti Rubin edhe herë e kthen në vëmendje sfidat me çfarë vështirësi, e sa vështirë ka qenë ajo kohë për neve si djemë të ri. Mosha jonë mesatare në të kohë ka qenë 26-27 vite. Ne kemi një foto faktikisht tuajën me Rubin, nëse mund të na tregoni pak se si e keni njohur?
Zëdhënësin e kam njërë ato foto, e keni pa besoj pramë dhe djedhe në Hagë, kur flenë në një fush në luft, me njerë pas shërimit Kosovës, pas në shërimit të marrëveshjes Kumanovës, ka qenë në vendqëndrimin tim në malet e Berishës, në kohën kur ne kemi biseduar dhe kemi arrit marrëveshjen për transformim e demilitarizim të UÇK-s. Ndërsa kjo foto këtu, që ju po shfaqni, është në vitin 2000 në Washington, në kohën kur përgatitej nominimi i Al Gorit për të marrë presidencën, nominimin për kandidaturën për president pas përfundimit të mandatit të presidentit Clinton, dhe ne së bashku me kryeministin tha që kemi qenë bashkë në konventën e madhe të nominimit të zotit Gore për president të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe gjithë administrata atëherë Clintonit, zonës Albright, ndjes pas edhe Jamesi së bashku, gjithë kanë qenë në mbështetje të nominimit të kandidaturës së Al Gorit, dhe kjo është fotografia me këtë rast në Los Angeles, kur ne ishim mysafir të ftuar special të presidentit Clinton, zonës Albright dhe gjithë administratës amerikane. Çfarë di Rubin për UÇK-n, për mënyrën se si ka funksionuar që mund të ndihmojë në atë seancë gjyqësore? E para e mbi gjitha është zoti Rubin në mënyrë tekstuale ka përshkruar rrugtimin dhe sfidën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, projektin e lirisë Kosovës, siç e bata edhe dje. Në fillim ushtria shqiptare e Kosovës është parë si një organizatë terroriste nga shumë vende perëndimore. Dhe ata me shumë skepticizëm e rezerva e kanë pa divizjen tonë, angazhimin tonë, sepse kanë pasur shumë shembuj në botën tjetër, kur organizatat e tilla kanë pas, si më thënë, ideologji të përqudna, ideologji terroriste, që kanë sulmuar, kanë dënuar, kanë terrorizuar popujt e pafajshëm. Nëse në rastin e Kosovës, ne nga dalë, me shumë sfida, e kemi demonstruar para miqve tanë që në jotën që nuk jemi një organizatë terroriste, po jemi një organizatë e cila ka vetëm një objektiv, lirinë dhe dhëut vetë. Largimin e forcave pushtuese nga Kosova. Atak i sulmit ose i rezistencës tonë është aparati i dhunës që për çdo ditë shkakton të dhunë, reprezalje, masakra në Kosovë, siç ishte ushtria dhe policia e Miloševićit. Rrugës pasaj ka pasur shumë, që nga lindja e ushtrisë shqiptare të Kosovës ajo është ballafaquar vazhdimisht me sulme, për ta dezorientuar, për ta bërë, për ta paraqitur UÇK-n diçka që s'ishte. Pas kësaj sfide që kaluam si organizatë terroriste, pasaj kemi pas sulme tjera, kanë tentuar të na quajnë fundamentalist. Luftën tonë kombëtare, ta mbeshim të gjejmë një ideologji fetare. Pastaj rrugës kemi pas edhe sulme tjera, duke na quajtur një grup komunistësh. Domethënë, çka nuk është folur për ushtrinë shqiptare të Kosovës, po ne me rrugtimin tonë drejtë të qartë, se kemi një luftë kombëtare dhe se veç një flamurin e Skënderbeut dhe angazhimi dhe ideologjia jone vetëm është liria e Kosovës e kombit tonë, larga dali ka bind me shtanë, si që tha dhe Rubini, kemi fituar besimin, me shumë sfida, me shumë vështësi. Aja që besoj ne, kemi arritur, si me thanë, këtore më të madhe kombi shqiptarë, ne përveç që kemi luftuar në teren, forcat okupatore serbe, në anën kemi po luftën diplomatike për fituar për e të parë, aleat e partner që pastaj, zbashku me ta, edhe fituam lirin, edhe fituam pavarësinë, po kjo u arrit sepse ne mbanim fjalën. Kuptoj. Ne ishim përcaktuar qartë. Siç u mbajt fjala edhe për gjykatën speciale, pavarësisht se fort dakord nuk është se do të donit apo do të ishit. Tani unë dua t'ju pyes për diçka. Përpara se të kaloj tek qëndrimet amerikane për Kosovën që janë shumë të rëndësishme, nuk dua të largohem nga tema dhe çështja e Hagës. Shkurtimisht, më shpjegoni pak në gjykimin tuaj personal, si ju duken qëndrimet e shtetit të Kosovës gjatë kësaj përballje që ish heronjtë të UÇK-s kanë në Hagë? Pra, a do duhej në gjykimin tuaj të kishin reaguar ndryshe, të kishin pasur më shumë influencë apo të kishin folur më shpesh për këtë çështje? Një Kosova dhe dyta Shqipëria, sepse dhe qeveria shqiptare të shumë të kanë qenë eksponentët e përfshirë në përplasjen dhe përballjen që thaçje të tjerët kanë në Hagë. Kryeministri Rama, zonja Spiropali ka pasur reagime her pas here për të, apo dhe figura të tjera politike në Shqipëri. Si ju duket që e kanë trajtuar Kosova dhe Shqipëria? Sfari që dhe me qartë, që nga dita parë kam qenë kundër kësaj gjykate.
jam munduar në Parlamentin e Kosovës dhe jap arsyetimin tim pse jam kundër. Kam votuar kundër. Jam ka bindur që është krejt e padrejtë. Siç e dini, unë jam një nga ata njerëzit e parë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës që kam qenë, jam ballafaqur me Hagën. Me atë Hagën i Jugosllavisë. Dhe ka qenë diçka krejt e panevojshme e padrejtë në raport me Kosovën. Dhe fatkeqësisht ai skepticizmi im dhe rezerva ime po u vërtetua. Edhe po e shohim sot trajtimin që po bëhet. As Kosova as Shqipëria s'ka bën mjaftueshëm, asnjëra palë. Edhe në fakt, kjo çka po shohim në gjykatën e Hagës është diçka që është punuar, është mbjellur 20 vite me radhë me propagandën anti njerëzve të luftës. Mos harroni, në Kosovë dhënshëm është ndrruar elita politike. Tash 20 vite nuk ka lënë gjë pa u folur në Kosovë. Edhe pa u takuar ne si drejtues lufte. Ne, si më thënë, tendenca për të ndotur figurat tona, personalitetet tona, nuk ka lënë asgjë, asnjë mjet pa e përdorur. Dhe për 20 vite propaganda anti-liri dhe anti-UÇK dhe anti-drejtuesve të UÇK-s ka sjell pasaj të gjykata speciale. Qartë. Kosova. Edhe kjo po shihet sot. Qëndrimet e shteteve, Kosova dhe Shqipëria, si ju janë dukur? Po s'ka pas për qëndrime shtete, po çfarë qëndrime shtete? Ne krejt ka, si më thonë, është një show sikur të ju 5 minuta dhe mbyllet. Në shtete serioze punojnë sistematikisht. Sot Shqipëria dhe Kosova ka qenë dashur pas ekipet e avokatëve në dhomën e gjykatës për të mbrojtur historinë tonë kombëtare, siç ka bërë Kroacia. Kosova dhe Shqipëria ka qenë dashur mi bashku forcat për të pasur një kompani të fuqishme që monitoron institutet të rëndësishme që një bota, që dikur Kroacia ka aplikuar në rastin e Gotovinës, kur unë kam qenë Hag, jam dëshmitare e saj që Kroacia ka pas organizata të specializuara të jurisëve, të instituteve, të cilët çdo ditë kanë monitoruar procesin e Hagës, apo shkilin të drejtat e akuzuarit, si po shfaqen provat, apo respektojnë standardet e drejtësisë ndërkombëtare. Dhe ato monitorimet përditshme i kthyen në raporte për Parlamentin Kroat, i kthyen në raporte për Bashkimin Evropian, i kthyen në raporte për mediat e fuqishme botërore, si Washington Posti, New York Times, CNN e media tjera, BBC-ja. Dhe ato në vazhdimisht janë raportuar se si urgjendja. Pastaj dhoma e gjykatave ka qenë kujdesshme në respektimin e standardeve të provës. Çka po bën sot Kosova e Shqipëria? Ose kur vinë së rast, shkojnë e bojnë ka një fotografi ose ka një selfie në para gjykatës, shkojnë në atë pjesën e mosafirëve, ose vinë shohë se kur të ju dhe i themi disa fjalë. Shtetet serioze nuk veprojnë kështu. Shtetet serioze shkojnë e bojnë luftën juridike, duke respektuar e mos ndërhyjnë në drejtësi, duke qenë kujdesshëm mos me prek, edhe mos mund në kuptu që ati ju po bënin ndonjë ndërhyrje në drejtësi, sepse ne s'kem nevojë. Ne këtë që kem nevojë është me mbrojt vërtetën tonë, drejtën tonë, argumentet tona. Në këtë drejtim ka të shtuar edhe Kosova edhe Shqipëria. Zoti Limaj, a do duhej ndoshta të kishte një lloj reagimi ndryshe dhe më të fortë qoftë nga opozita, po sidomos nga qeveria e Kosovës, pas këtij publikimi të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku vihet re qartë ultimatumi që kanë vendosur për mbi të gjitha mënyra se si shprehen për Kosovën, ku thonë marrëdhënia jonë me Kosovën bazohet në një qëllim të përbashkët, forcimin e paqes dhe stabilitetit si bazë për prosperitetin e ndërsjellët ekonomik. Fatkeqësisht, veprimet dhe deklaratat e fundit të kryeministrit Kurti kanë paraqitur sfida për progresin e bërë gjatë shumë viteve. Pezullim i dialogut. Ky është një lajm i rënd, kam përshtypjen, po vëmendja ai është dhënë e duhur aty? Fatkeqësisht, nderuar këtu në Kosovë tash e disa vite. Fenomenet e pazakonta, e të randa, ne kemi kthyer, kemi bërë normalitet. Dhe kjo është, si më tha, rreziku më i madh që po i ka njoftë shteti i Kosovës. Gjëra që dikur ka qenë të paimagjinuara, e të paplanuara për popullin e Kosovës, sot e kemi normalizuar. Dhe kjo është një shqetësim i jashtëzakonshëm. Fatkeqësisht, qytetari i Kosovës ka nisë me pa si normale prishje marrëdhënie me Bashkimin Evropian, sanksionet nga Bashkimi Evropian, pra lajmërimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi tash e disa vite, deri te ky akti i fundit, për një pjesë madhe, po shihen po normalizohen gjërat që nuk guxojnë kur të normalizohen. Shiqani, mbrojtja e shtetit, mirëmbajtja dhe ushqet çdo ditë, sjellja jonë ndaj shtetit është një shpërputhje totale me ato që duhet të jetë, edhe si opozit, edhe si qeveri, edhe si qytetar të Kosovës. Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm sot. Tash 5 vite më tepër,
Ne kemi normalizuar gjërat që nuk duhet të normalizohen. Prandaj edhe reagimet janë të vakta dhe bëhet sikur s'ka ndodhur asgjë këtu te ne. Këtu për ma keq, gati, po vjen e më shpërbly nëse ka ndonjë lajm ose ndonjë kritik nga miqtan, gati këtu shpërblehet sepse ne dena më praçi sovranist ose si njerëz si shteti pavarur sovran. Dhe fatkeqësisht po jetojmë në realitet të përqudur dhe shpresoj që sa më shpejt njerëzit e Kosovës të zgjohen nga ky iluzion, nga ky mashtrim i madh dhe të shohin që nëse vazhdohet kështu rrezikojmë këtë çka kemi krijuar ne si shtet dhe rrezikojmë ata që na kanë ndihmuar për të qenë këtu ku jemi. A mendon që do të ketë reagim dhe do të vihet re ky i popullit të Kosovës në zgjedhjet që do të mbahen së shpejti në tetor? Unë gjithmonë besoj në një Kosovë që nuk shihet zakonisht në media. Ekzistojnë gjithmonë këtu, kanë ekzistuar gjithmonë dy Kosova. Për juve atje në Tiranë, për t'ju thonë që ta keni të qartë, kur Kosova nuk mendon çish mendon Prishtina. Është një Kosovë tjetër e cila gjithmonë është e ringritur. Edhe kur në situatat më të vështira, edhe vitet 80, edhe vitet 90, edhe në luftën shqiptare. E unë i besoj se Kosova e cila nuk është në media. Ai Kosova e cila, si më thënë, ai popull i cili nuk hat dhe i ka shërbyer në vazhdimisht kombit vet. Ka rru qenien e vet kombëtare. Jo një Kosovë në Prishtinë e cila fort të shumë ende ka atë frymën jugoslave, ne jugoslave. Edhe mbetet marak, aja ka lura Jugoslavë. Vazhdojnë këto të jenë dy shkolla. Fatkeqësisht në Tiranë shumë e keni dhënë hapësirë atyre neo-jugoslavëve. Sa ata kanë shumë për më fol. Po mos harani, ne ata betejë kemi pasur të vitin 90 që kanë anti-Shqipëri, anti-kombëtare, anti-shqiptare. Anti-çdo gjë që ka ardhur nga Kosova e vërtet. Nëse s'është ajo e Prishtinës. Shumë e keni dhënë hapësirë. Cila është Kosova e vërtet? Më fol pak për atë që ti e ndjen të vërtet. Fal, se po do më fol auditoriumit shqiptar. Ata kanë shumë për klubet e natës atje të ju, në studio, e të rafinuar. Ata neo-jugoslavët. Po ata as Tiranën, as Prishtinën kur se kanë dashur me pas shqiptare. Ata duan me Evropën me shku përmes Beogradit, jo përmes Tiranës. Dhe kjo është një diçka e përhershme që ka qenë gjithmonë në Prishtinë. Në Kosovë këtu. E përhershme. Qysh herët? Për mos më thonë që nga pushtimi i Kosovës nga Serbia. Dhe ne i takojmë atij grupit djembe e vajzave të Kosovës të njohur që na kanë njohur dikur Shqipëria. Që asnjëherë s'jemi pajtuar me Rubrinë, dhe jemi kokrenar me flamurin tonë kombëtar, me Gjergj Kastriotin, që kjo frymë është. Kështu që kjo që po vjen sot, ata kanë edhe median, edhe në elokuencë, ne kur dikur i kemi shërbyer atë dheut, ata kanë nejtë për Londër, në për Bruxelles, janë shkolluar për veti, kanë krijuar disa lidhje, janë rafinuar, ama sa hera Kosova ka pas nevojë ata kanë ikur. Atë dheu, dashuria për atë dheu nuk matet nga fjalët e mëdha që thua, por nga ajo aty kur ai ka nevojë për ty. Dhe ky është dallimi jonë ta. A do të ishit në gjendje të vinit dot një bast për zgjedhjet lokale, komunave atje tek ju? Jo, nuk bëj bast në zgjedhje. Shqyqeni, janë dy gjëra. Ne dikur kemi pas zgjedhjet tona individuale kur s'ka pas nevojë mu votu. Shumë rëndësi kjo në piknisja qytetare i Kosovës. Dikur kur s'ka pas nevojë për votë, me shërbi vendit pak kemi shërbyer. Tash, në zgjedhje, që jemi në demokraci, mundësia për të votuar, ta shohim. Po në besoj, besoj se Kosovë, për të folë që ka sjellë liri i Kosovës, edhe zgjedhjet lokale do ta tregojnë. Jam i bindur që do ta tregojnë që Kosova duhet të largohet nga ky kurs i gabuar dhe dalë të kthehet në rrugën e duhur. Kurioze jam shumë të shoh se çfarë mesazhi do japi populli i Kosovës pas kësaj deklarate të fortë të SBA-ve. Zoti Lima, ju jam mirënjohëse edhe për mënyrën se si përshkruat atë që po ndodh në Hag, po mbi të gjitha për atë që ju mendoni se duhet parë në Kosovë dhe që duhet përmirësohet. Falenderoj shumë. Si gjithmonë, faleminderit dhe ju. Ju përshëndes. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Mirë
jemi rikthyer, do të ndrojmë krejtësisht temë, do të flasim për një projekt ligj të dërguar në kuvend që duket se ka sjell komente në rrjetet sociale, sa i takon qytetarëve të thjeshtë dhe jo vetëm, ka pasur edhe nga ato figura që janë treguar të ashpër. Bie klasikja burr grua, të paktën kështu e kemi quajtur ne, por unë do t'ju tregoj edhe projekt ligjin që është dorëzuar në kuvend. Regjia do më ndihmoj pak dhe do t'i hedhim një sy faktikisht deri më tani perceptimi gjinor në Shqipëri një vetëm burrin dhe gruan, por projekt ligji për barazinë gjinore i dorëzuar në parlament ka ndryshuar nga drafti fillestar. Ai sjell për kufizim të ri ku termi gjini sipas tekstit ka kuptim gjithëpërfshirës, duke përshkruar në këtë mënyrë identitete të tjera përtej atyre klasike burr e grua. Po ta vini re, e kemi këtu tek pika E. Gjini, sipas këtij ligji, ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mos diskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen ligjore. Lindita Pano është me mua në studio, faleminderit shumë për kohën tënde Linda, është gjithmonë kënaqësi. Altina Aziza e kam në një lidhje direkte dhe Roberta Lia, ju përshëndes të dyve, faleminderit shumë për kohën, mirëdita. Faleminderit për ftesën. Sa artist dhe mendje hapur je, Robert, aq edhe pro familjes dhe ngrohjes që ajo ofron. Përpara se ta nis me Lindën dhe Altinin, do doja shumë të dija mendimin tënd. Po, unë nuk du të nxitohem në lidhje sepse mora shumë pak vesh, domethënë me 2-3 rreshta nga projekt ligji kuptova asgjë. Thjesht unë kuptoj që fabula në formë karikaturale është që bie një model shoqëror historik, një model që ka shoqëruar humanitetin gjithë evoluimin e vet me mijëra vjet, pra bie një shoqëri e krijuar me thelb identitar familjen edhe fëmijët. Sepse ku nuk do njihet më babai dhe mamaja, atëherë kush i zëvendëson. Kështu që ka një keq kuptim. Edhe është e diskutueshme. As pak nuk kam ndërmend ta kem këtë si betejë, as pak, po thjesht për t'i dhënë mundësi një tjetër me kuptuar për çfarë bëhet fjalë edhe që të gjejmë një gjuhë të përbashkët është shumë e rëndësishme në fakt për këtë debat, sepse është edhe moment i vështirë edhe kohë shumë fluide, shumë paqarta, që po ndodhin shumë gjëra edhe nuk mendoj që është koha që të nditohemi dhe të marrim vendime që mund të prekin e emocionojnë shumë. Kur pikën E, që është e sqaruar atje, vëre që thot për mos diskriminimin. Pse ka disa vende në botë që faktikisht e kanë këtë si ligj që mund të marrin si diskriminim ndarjen burr apo grua? Po këtë gjë ta zgjidhin ato vende që e kanë këtë. Shqipëria bën pjesë në vendet evropiane ku e ka të sankcionuar me ligj mbrojtjen e gjithë komuniteteve, kështu që e çdo lloj s'mo them gjinie se 2 gjini janë, po e çdo lloj pretendimi apo perversiteti që mund të thosh njerëzit janë barabartë përpara ligjit, ne jemi të gjithë njerëz. Mos harrojmë këtë, jemi të barabartë. Edhe këtu s'ka asgjë të paqartë. Pastaj, mbi këtë stres, jemi njerëz, burr dhe grua, neve duhem të fusim në stresa tjera, cilat bazën thelbësore, edhe sipas Judith Butler, që është godmother e politikave e identitetit gjinor. Kur i referohet gjinis thot, i referohet kuptimeve shoqërore dhe kulturore që i bashkangjiten të qenit mashkull apo femër. E citon në mënyrën më perfekte dhe të qartë. Po të them, vokiste më e madhe në histori, brillante, filozofe, ajo që i hodhi gjithë të ide mbi politics, identity e tjera, po të thotë që baza është mashkull femër, pra nuk injorohet kjo gjë, sepse këto janë ajo që na bën neve, domethënë natyrale, domethënë këto janë të pazëvendësueshme. Nuk ndryshon dot kromozomet sipas ideologjive që vinë e shkojnë, kupton? Ne mbetim ata që jemi. Por ama do respektojmë privacy-n dhe modelin individual secilit në jetën e vet. Dhe kjo besoj që është e garantuar, po do ketë probleme, asnjëherë nuk ka shqyrtim perfekt. A është normale që njeriu të zgjedhë, se duhet të jem pak e kujdesshme në formulimin e pyetjes, sepse nuk dua që askush të ndihet i cënuar që po na ndjek. Po dhe kujdesi që bën ti është mungesë e fjalës. E pra, tani unë dua të them, a është normale që dikush ta vendosi vetë çfarë është? Është normale, po. Unë mund ta quaj veten sot zhapik.
Qa problemi ke ti me mua, për shumë? Në këtë kuptim, unë ashtu ndjem. Por, problemi është tjetër gjë që ndjem dhe tjetër gjë. Çfarë janë? Sigurisht, po, jo tjetër gjë është, pastaj kur merret kjo si argument edhe si bazë politike, ku dëshira ime individuale impunon mendimin kolektiv. Kuptova. O Berti, ti mund ta quash veten tënde zhapik. Dhe unë nuk kam problem nëse ti e quan veten tënde zhapik. Çështja është kur më detyron mua të të quaj zhapik dhe të tërras zhapik. Ky është problemi. Sepse unë nuk të shoh dot. Po detyron të të dhe ligji. Po pra, unë nuk të shoh dot si zhapik. Unë të shoh si njeri me ndërgjegje, me emocione, dhe nuk të thras dot zhapik. Po, më fal tani, ky është thelbi i konfliktit. Për arsye se unë vetë gjej mirë veten si zhapik. Problemi është se ti nuk më gjen për zhapik. Problemi është çështja është nëse unë nuk të thras ty zhapik dhe ky ligj kalon, unë do jem në telashe, më kupton? Berti, më lë të ta shpjegoj ku është konflikti. Ja një sekondë dhe mbarova, më fal, e mbarova. Konflikti është nga momenti ku unë të imponohem ty. Unë po të imponova, që të më quash zhapik, është problematik shumë e madhe. Dhe do më imponohesh nëpërmjet ligjit, jo thjesht do më imponohesh si individ, po do më imponohesh me ligj. Jeni një mendje, ju lutem. Po me ligj. Edhe me keqe që unë do të shkoj komunë dhe do të quhem zhapiku Robert Aliaj. As burr, as grua, as gjë, zhapiku. Zhapiku është fluid. Mund të jetë edhe burr, edhe grua, dhe to spirit gender, mund të jetë çdo gjë e mundshme. Do bëmi 2 milionë gjys shqiptar me 2 milionë gjys pasaporta individuale, të personalizuara. Është shumë problem i madh. Të lutem, kam një pyetje esenciale për bisedën. Personi që ti kam përshtypjen është djalë ai te piktura pasteja apo jo, a mundet ai të kërkoj të quhet si të doj? Qofse ai ka pjekurin, tani le të flasim në kontekst, mos ja pusim kot. Asnjë fëmijë në moshë shkollës fillore nuk ka ndërgjegje për këtë punë. Të gjitha janë të futura me zor. Është indoktrinim, është propagandë. Pra neve çfarë po bëjmë? Po ndërtojmë një shoqëri ku manipulohen që në djep fëmijët. Pra, është një fëmijë që 3 vjeç, është në kaos total, sepse nuk di identitetin e vet. Qofse ai arrin të kuptojë në një gjë. Ama kur arrin të kuptojë, atëherë është fundi i vet. Berti, çështja është, vetëm këtë fjali. Çështja është se kjo agent, ose agent, siç quhet, kërkon që ta imponoj veten tek fëmijët 4 vjeçar. Altin, duan të fillojnë Altini, që do flasi tani, ka thënë që jo, nuk e paragjykoj absolutisht, është shpreja e Altinit, që ne duhet ta fillojmë me edukimin seksual që në moshën 4 vjeçare, thot Altini. Ja ta dëgjojmë. Altin, po, fjala për ty. Kemi e para se unë e kuptoj që gjithmonë kur bëhet fjalë për gjinin, ka një lloj histerie publike, edhe për faktin se në fakt ka aq shumë ignorancë, aq shumë padituri për sa i përket seksit dhe gjinisë. Një minut, Altin. Jo, Berti të dëgjova, të respektova, kështu që tani ka mundon time. Po, unë fola dhe të qita histeri. Kur thua ka histeri, është pikërisht që ti po imponon mendimin tënd me zor. Po dëgjoj njërë që do të Po dëgjoj që do të mund pasaj fol. Kujdes me fjalët, se fjalët kanë shumë në tekst brenda. Kujdes me fjalët, nuk është histeri. Do thash, Berti, ne mund të debatojmë, por jo të akuzojmë. Jemi të dy online dhe nuk bëjmë dot debat, është e pamundur. Kështu që e bëni, pse se bëni? Teknologjia jo mundson. Pastaj nëse doni është dëshira juaj, po këtë s'bëjmë dot se jemi online. Jo, jemi online dhe është shumë e vështirë debati, se nuk është se jemi në studio dhe normalisht ka edhe lezet debati në studio. Shiko, që të thosha një gjë, ka një nga tres, shumë da pastër, nuk e din që ose i qëllimshme ose jo, du ta thonë njerëzit që kanë fobirat të tilla kuptohet, midis seksit dhe gjinisë. Seksi është ajo, le themi, aspekti biologjik i jonit si qërë njerëzor, pra ai seksi me cilin e lindim. Lindim femër, lindim mashkull, dhe kjo është që regjistrohet në gjendje civile. Pra, një fëmijë kur lind, kushdo nga ne ku ka lindur, është vendosur aty, lindur mashkull, lindur femër. Deri këtu nuk besoj se ka një konflikt as ligjor,
e kujtadi se çfarë. Më fal, kur ne regjistrojmë në gjendjen civile, çfarë regjistrojmë? Seksin apo gjinin? Regjistrojët seksi, dashë, gjinia nuk regjistrohet. Po kjo gjinia e shumë fisht ku do regjistrohet? Më fal. Gjinia e shumë fisht ku do regjistrohet? Nuk kam mbaruar, më dëgjoj, s'kam mbaruar. Jo, po tani ti po thua që seksi dhe gjinia janë të ndryshme. Ju çfarë kërkoni me këtë projekt ligjin që e keni sugjeruar që të ketë gjini të shumë fisht? Do dëgjosh apo do bësh llafë se një nga dyja do bësh, të dyja nuk i bën dot gjithë. Unë edhe po dëgjoj dhe po argumentoj me ty, Altin, po diskutoj me ty, Altin. Mund të hapim debatin e kësaj gjëje, domethënë. Tani, meqense çove një problem shumë të madh, që bën një gabim, do thosha edhe shumë të madh. Për sa i përket, meqense pas këtë dëgjuar një program që ka qenë mos gaboj para një jave për sa i përket edukimit seksual të fëmijëve. Fëmijët duhen edukuar për sa i përket çdo gjë që ka të bëjë me seksin, sepse është vetmja gjë që i mbron fëmijët nga dhuna seksuale dhe nga pedofilët. Altin, që nëse ti del kundër kësaj, je në mbrojtje të pedofilëve. Altin, nuk i mbron ti fëmijët 4 vjeçar që të shkosh në përkopshte dhe të mësosh fëmijëve gjinin fluide. Jo, këtë nuk ta lejoj. Nuk ta lejoj. Jo, ti nuk do shkosh dot në përkopshte, nuk do të shkojnë, sepse shqiptarët nuk do ta lejojnë që ti të shkosh në përkopshte dhe në përshkolla dhe të mësosh fëmijëve gjinin fluide. Kaq. Më shpjego vetëm një gjë, Linda. Çfarë do përpiqet regjia pakta që të ca Altinin nëse bashkohet prap. Çfarë ndodh në kopshte? Se po folëm gjithë për njerë nuk kuptojemi. Në përkopshte, Altinit qëfar ka do të kopësht? Altini ka dhënë sugjerimin që në kopshte, në moshën 4 vjeçare, të mund të shkoj dhe ti trajnoj fëmijët me gjinit fluide. Ti ke fakte për këtë? E ka thënë vetë Altini. Në një nga emisionet, prandaj iku Altini, në një nga emisionet Altini ka thënë vetë që ne duhet fillojmë të trajnojmë fëmijët që në moshën 4 vjeçare. Ne vetëm javën e kaluar patëm një debat shumë të fortë në Bashkinë e Tiranës, si koalicioni shqiptar. Mos po të trajnoheshin mirë fëmijët që në vegjëli, më dëgjoj, jo për ndarjen e gjinisë të tjerë me radhë. Kemi më pak, domethënë janë më të qartë për të kuptuar çfarë është ngacmim seksual dhe çfarë jo, pra i përgatisim pak më shpejt sepse gjithçka është duke ecur pak shpejt. Shiko. Është një këngë që një edukatore është bërë virale. E kam parë. Dhe ne fëmijëve, this is my private parts, nobody can touch them. Këto janë pjesët e mia private dhe askush nuk mund t'i prekë ato, nuk ka problem për këtë pjesë. Po të shkosh te fëmijët dhe të thuash, ti je një djalë i lindur në trupin e gabuar ose një djalë i burgosur në trupin e një vajze. Dhe të mësosh vajzave ose djemve që ti je një vajzë, po je burgosur në një trup djali, çfarë i bie? I bie grooming. Grooming është fjala më e përshtatshme në Shqip, është shumë e vështirë, po është molestit, i molestosh fëmijët e vegjël dhe ti seksualizosh ata. 4 vjeçar, unë kam nipin që po më bëhet 4 vjeç. Shko tek nipi im dhe i thuaj, ti je zog që fluturon, ai po ta mësosh që të vogël, ai kështu do të besoj që ai është një zog që fluturon. Normalisht, fëmijët nuk din të ndajnë të majtën nga e djathta. Si mund të din fëmijët që janë vajzë burgosur në një trupin e një djali? Berti, deri ku duhet të jetë limiti i të indasis dhe i të mësuarit në çfarë moshe, kur sipas teje duhet nisë edukata seksuale dhe mbi të gjitha, a do të ishe pro këtij projekt ligji që të bëhet ligj apo jo? Unë nuk jam, shiko, që të sqaromi, nuk du të marrë përsipër që a them unë, si them unë, jo, mirë, ti flet nga ana jote personale, gjithmonë. Personale, si prind, flas edhe si njeri që ka interesa dhe lexon dhe kupton gjërat, domethënë po flas si qytetar. Nuk po flas si ekspertët që bëhet ky dallim që në fillim dhe nuk do të keq kuptohen fare. Dhe jam kundër fare asaj që u tha më parë që edukimi seksual i mbron nga pedofilia. Asnjë lidhje s'ka. Nga momenti që fillon i bën edukim seksual gjithëpërfshirës, ke zoofili, pedofili, gjithë llojet e filive aty brenda. Nekrofili. Ke dhe nekrofili. Sa të poshti, që du të them që nuk i duhet një fëmijë 4 vjeç, edhe nuk ka asnjë sens, sidomos parejën e prindërve që është skandaloze, sepse unë jam i prind që jam i pakontrollueshëm. Imagjinoj këtë, edhe unë vit 5 qafe. Ti s'ke punë me fëmijën, kaq e thjesht. Nuk është pronësi, është ekzistenca jote, familja jote, qendra, është thelbi i shoqërisë. Ti nuk shkon dot aty, se të do byth aty. Ti futi një kaos në kokë fëmis. E kupton? Që ti nuk lejosh ta bësh, edhe po bëhet kjo është për mua, kjo është e dënueshme.
Tani... Edukim seksual, më falët, Sharomi, po, edukim seksual. Të kuptojmë rrezikët, të edukohemi. Jo vetëm çfarë është seksi, po të edukohemi se si ta respektojmë partnerin. Këto janë gjitha që përbëjnë pjesë brenda asaj që themi edukim seksual. Domethënë, do ta përgatisesh një fëmijë që më vonë të kuptojë çfarë është seksi, ama ta përgatisesh që ai të akceptojë veten, sepse është morali më i pastër dhe gjitha vlerat që përfshin këtij njeriu në momentin kur ai ka akceptuar veten për atë që është. Pra lëreni njerëzit ta zgjedhin vetë rrugën e vet. Flasin për liri mendimi, flasin për liri shprehje. E ndërkohë imponohemi, themi jo, shiko se mos kush e di ti je homoseksual. Jo, ne nuk imponohemi thjesht me fjalë, por ne kur na mbarojnë fjalët dhe idetë, godasim me plumb. Po. Godasim me plumb. Rasti Charlie Kirk nuk është asnjë gjë më pak, asnjë gjë më shumë, sesa goditja e fjalës së lirë dhe goditja e vlerave konservatore në botë. Edhe Altini nuk ka, unë i thash për para se të vija këtu në studio, ju thash gazetareve, Altini zakonisht kur është në debat me mua ikën nga debati. Nëse je burr, hajde dhe bëj debat. Mos ik si frikacak. Na gjetë edhe termin tani, nëse je burr, për këtë po diskutojmë. Po pra, nëse je burr, po. Për mua është e rëndësishme të kuptojmë një gjë, që njëra mohon tjetrën. Pa du të themi gjë, kur flaset e fjala e lirë. Po edhe në York pa qëllim, unë në qëmë fillim thashë që ne duhet gjejmë gjuhë përbashkët, jo të bëjmë... E pash që të molestoj ai termi që ndonjëherë flet ignoranca, se e pash që u ktheva në atë moment. Pa dyshim, ai gabim fatal e i vë kryqin komplet kauzës. Se ti kupton se me çka ketë bësh me njerëz që përgjithsojnë direkt gjithë që kanë ignorant, gjithë janë histerik. Linçojnë. Jo çdo kush që nuk mendon si është ignorant, e kuptoj këtë pjesë. Tani. Më e keq është me politikat uokiste në Evropë, në Amerikë, po dhe në Evropë që ne jemi të zhytur këtu, unë jetoj këtu. Ku verbërimi, manipulimi kjo është i tmerrshëm në kohën e komunizmit, ne se kemi njoft këtë lloj manipulimi. Pra këtu njerëzit të mbysin çën burg vet, po të thuash një mendim ndryshe. Nuk ka mendim ndryshe në Evropë. Futeni këtu në kort, e gjitha është një fasadë. Në moment që shprehesh ti shikon edhe kostot që ke. Pra e shef këtu në debat, kur ti marginalizohesh direkt edhe mund edhe në burg futesh. Viktimizohesh. Për një fjalë dohen. Po sigurisht, prandaj do të them që Berti, të bëj një pyetje të lutem. Të themi që për mendimin tim, kjo që ndodhi e kornizoi këtë çështën, do të si tematik emisionin tonë. Ndodhi gjithçka çfarë është kjo gjë. Ja ku është debati. Nuk ka më debat. Pse? Sepse duhet japësh argumenta, dhe argument nuk është të më thuash mua që seksi është i ndarë. Po citoj filozofen Judith Butler, që po sigurisht që seksi është i ndarë. Por gjinia është mbështetur pikërisht duke qenë e ngjitur me në identitetin ndër mashkullor apo seksual. Pra ti je mashkull, pastaj edhe gjë tjetër. Po jo ti s'ke mashkull. Atëherë kur je ti, le të them rreshjepull, çfarë rreshjepull je ti? Mashkull për femër, prap rreshjepull, çfarë seksi ka kjo? Çfarë gjinie ka? Pra është pafund kjo çmenduria. Të lutem, më shpjegon një gjë përpara se të jap fjalën Lindës, se dua ta vijoj me të dhe mos të mbaj më gjatë. Në Belgjik ekziston si debat, si diskutim apo fare? Në këtë nivel jo, sepse në Belgjik politikat gjinore janë bërë shumë më herët. Ka një manipulim masiv, kjo është një debat që në familjen belge as nuk diskutohet. Meshkujt këtu janë, nuk du ta absolutizoj, po masivisht të tredhur, pra nuk kanë mendim. Njerëzit përgjithsisht s'kanë mendim. Dhe po të përplasesh, më beso tani se kam pas debatet forta dhe po të me pasoja, kur përplasesh, fyen vetëm nga mendimi jo t'i lirë, më zotri, që a thua në sy, qa po ndodh me ty. Pra, a i fyet nga që s'ka ide dhe nuk ka as një lloj pike ku t'kapet me ty. A i thot, unë kam shtëpi, kam një vetur, kam gruan dhe nuk m'intereson që tjetër. është izoluar këtu evropiani, dhe nuk është karikaturë në besoni. Kam besuar dhe unë më parë që kjo është një karikaturë se Evropa nuk ndodhë kjo gjë. Në Evropë po ndodhë kjo gjë. Dhe ka, do më thonë, ka qarqe që intelektualisht që janë duke i vënë gishtit kokës e po shprehen që kemi bërë një gaf monumentale që nuk rregullohet, dhe nuk e di si të rregullohet.
Berti, është gjithmonë kënaqësi dhe ti vazhdon ta dish si informacion, unë ta them sa herë jemi bashkë në lidhje direkte, je i vetmi që i lejohet të mbajë syze në program për shkak se i ket bukura. Kjo është e vetme arsye, se nuk lejohet. Përshëndes. Linda, çfarë rrugë ndoj që ky projekt ligj që përfundoi deri në kuvend për tu hedhur si ide dhe cila ishte nisma që ju kishit dorëzuar në Këshillin Bashkiak, që po më thoje më herët. Po më fillon me këtë të parën se kam më rëndësi. Kush e çoi deri në kuvend? E ka quar Ministria e Shëndetësisë në fakt, dhe e ka hedhur për diskutim publik në kohën e zgjedhjeve, ku njerëzit kanë qenë totalisht të fokusuar me zgjedhjet e përgjithshme. Edhe nuk e ka pas njërin mendjen të kontrolloj çfarë projekt ligji është hedhur për diskutim publik, sepse filloi në mars dhe u mbyll në prill si diskutim publik. Edhe pa tjetër që pala interesuar që janë organizatat LGBT e dinte informacionin, sepse normalisht të projekt ligje zhvillohen ose hartohen bashkë me organizatat që janë në mbështetje të agendës woke, edhe ata dhanë sugjerimin e tyre që të vinte jo si propozimi Ministrisë Shëndetësisë, po të vinte si sugjerimi organizatës LGBT dhe Ministria e Shëndetësisë të ka ishte marrë parasysh. Ne nuk ishim në djeni. Çfarë keni dërguar ju në bashki? Kemi pas një debat shumë të fortë në bashki, në fakt, sepse bashkia në planin strategjik 2025-2027 kishte parashikuar trajnimin e gjithë psikologëve për nivelin parauniversitar, që i bie nga kopshti, nga mosha 4 vjeçare, deri në 18 vjeçare, që do trajnoheshin për të trajtuar rastet e fëmijëve LGBT. Kishin vendosur termin fëmijë LGBT. Ne nuk besojmë që ka fëmijë biseksual. Dhe morën përgjigje? Patjetër, morën përgjigje sepse kemi qëndruar fort. Djali ynë, Jonathan Pano, që është antari i Këshillit Bashkiak, ka qëndruar fort kundra këtij propozimi që psikologët të trajnoheshin, të shkonin nëpër shkolla dhe të trajnonin fëmijët e konfuzuar. Ideja është që dhe ka dhe një ligj në Shqipëri që ndoshta shumica e shqiptarëve nuk e din. Edhe ky ligj ka kaluar në fshehtësi. Në dinin tuaj, kjo që ka shkuar në kuvend do kaloj? Absolutisht jo. Ju thoni që jo, do mbetet thjesht si projekt ligj. Jo si projekt ligj, ai do anullohet si projekt ligj, sepse normalisht shqiptarët nuk janë gati të japin fëmijët e tyre agjendave. Po në fund ditës janë ata që votojnë. Kush janë ata që votojnë? Ata që votojnë janë prindër vet. Okej. Edhe në qoftë se, dhe unë dua të them këtë për punën e çështjen e bashkisë. Psikologët e kanë të ndaluar që në qoftë se një fëmijë shkon i konfuzuar për identitetin e tij gjinor, e kanë të ndaluar që t'i ndihmojnë fëmijët të kthehen në identitetin e tyre biologjik. Nëse e bëjnë një gjë të tillë, psikologët humbasin licencën, sepse ban law që Shqipëria e ka kaluar në fshehtësi totale dhe është vendi i tretë në Europë që e ka kaluar. Imagjino sa para jemi ne. Ndërkohë që jemi vend konservator, i kalojmë me vrap këto ligje. Sepse duam t'i kënaqim donatorët, duam t'i kënaqim ata që i shohim si... Por ti thua që nuk do bëhet, gjithsesi në rast se do të ndodh, do të jemi këtu për ta diskutuar përsëri bashkë. Unë do doja që t'i bëja apel prindërve, që t'jenë të kujdesshëm, se çfarë vendoset nëpër shkolla dhe nëpër librat sepse kam parë në gjuhën shqipe të klasës 3 edhe klasës 5. Ka qenë tempo. Edhe në klasën e 5 është vendosur llojet e ndryshme të familjeve dhe në llojet e ndryshme të familjeve nuk përmendet në asnjë moment termi mami dhe babi. Në çdo lloj familje është thjesht prindi ose dy të rritur që bëjnë prindin. Pra duhen parë me kujdes. Kështu që jo thjesht duhen parë me kujdes, po duhet kërkuar që të largohen nga librat ideologji të tilla. Ne do ta mbyllim këtu me këtë temë dhe tema në vim është shumë interesante, Linda, por nuk po ta bëj ty pyetjen a konsumon alkool, a të pëlqen alkooli. Po për herë të parë në histori, gratë konsumojnë, pra pinë, më shumë alkool se burrat. Për këtë do flasim në vim, do kemi statistika se në cilat shtete dhe se si është situata në vendin tonë. Pas pak. Jemi rikthyer e faktikisht do të flasim për një temë mjaft interesante. Sipas statistikave, për herë të parë në historinë e njerëzimit, femrat, pra gratë, janë ato që kryesojnë përballë burrave si konsumuese të alkoolit. Ne do përpiqemi pak a shumë të shohim si është situata në Shqipëri, kush e ka bërë këtë
testim si kanë dalë të rezultate dhe si është situata globalisht në të gjithë botën. Suela Gjufi, toksikologe, është me mua në studio. Faleminderit shumë, Suela, për kohën sot. Do doja të përshëndesja Desdemona Çelo, psikologe. Faleminderit shumë, Desdemona, për kohën tënde. Mirëdita. Dhe do përpiqemi në vim të kuptojmë pak edhe mënyrën se si është situata në bare, restorante në Shqipëri me Eneri Jahaj, i cili do të na tregojë më tepër. Eneri, të përshëndes. Do na tregosh pak ti duke e parë nga pranë situatën, megjithëse edhe ne nuk është se nuk dalim dhe shohim dhe vetë që femrat kanë filluar ta kenë pak më shumë qejf se më parë alkoolin. Tani do shohim tabelën në globalisht, pastaj do kalojmë tek Shqipëria për të kuptuar më shumë për mënyrën se si preferohet alkooli dhe cili mban vendin e parë. Çuditërisht nuk e di pse unë prisja ndonjë shtet tjetër, ishte Lituania që mbante vendin e parë të konsumimit të alkoolit për person në vit. Është konsumimi global i alkoolit sipas vendeve që ka bërë këtë studim, është një institucion i ndarë më vete. Lituania mbante vendin e parë, Republika Çeke në vendin e dytë, Estonia ishte në vendin e tretë, Polonia vendi i katërt, Luksemburgu vendi i pestë, Spanja vendi i gjashtë, Danimarka vendi i shtatë, Gjermania vendi i Slovenia në vend të 9 dhe Portugalia në vend të 10. Do thonë ju, po shtete si, ku diun, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, pra vende me një popullsi më të madhe, jo, është kjo renditja në bazë të popullatës që kanë secili shtet, pra konsumimi i alkoolit për person në vit. Pse janë këto vende? Më bën dot ndonjë lloj analize, Suela, të shpjegojmë pak më vende të ftohta, nuk e di. E kanë dhe tradicionale, në fakt. Pse Gjermaninë thënë drejtën, Gjermaninë dhe Republikën Çeke, jo. Okej. Dhe Amerikën. Dhe këto vendet që të paktën kanë pas Lituania, kanë pas një përbërës, kanë pas një nivel më të lartë të përdorimit për shumë vite. Lituania nuk di të them, domethënë, por ndoshta Çekin e prisje, thua. Çekin po, edhe Gjermaninë e prisje edhe Amerikën. Shkak tradita. Është tradita, është mënyra jetesës. Të shikosh edhe ato pajnet e birave, ato i kanë shumë më të mëdha se ato që shërben në vendin tonë. Domethënë ka një traditë këto vende. Dhe Rusia në fakt duhet ishte. Është pak e çuditshme kjo. Si toksikologe, çfarë mendon për shqiptarët që thonë kur ke ndonjë shqetësim ose kështu, pi një tekë rakise? Vjen vete. Tani, nëse do flasim si... Unë jam nga Skrapari, mos e shaj rakin. Jo, nuk e shaj fare rakin, por në bazë të, me thënë, nëse do flasim si qytetare, alkooli ka ato efektet e vete pozitive, të ndjerit mirë, se normalisht kur ne duam të mblidhemi, ajo na bën më të afërt me njëri tjetrin, arrita të kënaqësinë, jemi më të shlirët, jemi më pa komplekse. Nërsa në që do flasim mjeke, si pas studimeve të fundit, që në 2016 që është bërë nga Lanceti këtë studim, që asë një pikë alkohol nuk është më i sigurt për pacientin. Më thënë janë dy gjëra të ndryshme. Interesante, po mendon që kam ndonjë lloj... Okej, do kthejmë tek ti se dua ta pyes pak edhe psikologen për të kuptuar çfarë ka ndodhur mes femrave dhe meshkujve. Pse mendon që janë shtuar gjinia femërore të konsumojnë më shumë alkool? Kjo lidhet kryesisht me normave shoqërore. Na është lejuar më tepër. Vitet e fundit, jo vetëm në Shqipëri, po në mbar botën, është lejuar, ndërkohë që ka qenë më parë një normë shqiptare që burrave u lejohej ose djemtë të konsumonin alkool, ndërkohë që gratë më parë, edhe studimet tregojnë që konsumonin më tepër alkool në ambiente të mbyllura, pra në shtëpi, në mbledhje familjare, në darkë familjare, ndërkohë që burrave u lejohej të jashtë, pra në bar. Ndërkohë që vitet e fundit është normalizuar edhe, por nuk është vetëm kjo arsyeja ja. Ke një problem me lidhjen direkte, do përpiqet regjia të rregulloj pak mikrofonin që mos kesh këto shkëputjet se është e vështirë për të kuptuar fjalinë që thua. Do kthehem tek ti Desdemona. Për të pyetur pak Eneri, ne si e kemi situatën në Shqipëri dhe prisje këtë tabel se ti je pak i njohës edhe globalisht. Prisje Lituaninë apo ndonjë shtet tjetër të parin? Jo, për të thënë vërtetën unë prisja ndonjë shtet tjetër, jo detyrimisht Lituaninë. Por më vjen mirë se femrat kur e bëjnë një gjë bëjnë mirë. Kështu që edhe te kjo pjesë më vjen mirë që kanë dalë para nesh, sepse të paktën do e bëjnë më mirë se ne. Jo, ndoshta jeni dhe ju shkaku pse po konsumohet më shumë. Jo, unë them që është balancim. Çfarë është? Cili është shkaku mendon Eri? Dhe në Shqipëri ti e ke ndjerë, ke kuptuar pak që mund të shtuar numri i vajzave dhe grave që pinë alkool?
Pak a shumë është ndjerë kjo, por nuk ka të bëjë më shumë meshkuj femra. Shqipëri është ende, neve jemi akoma larg nga meshkuj femra, sepse ne jemi një vend pak patriarkal. Unë do të thoja më shumë që ka të bëjë pjesa se si dalim tashmë. Tashmë shohim që dalin o grupe me vajza, o grupe me djem, ose të miksuar, dhe ai që ka makinën nuk pi dot, ose ai që do i shoqërojë gjithë për shtëpi nuk pi dot, kështu që bie detyrimisht ke një njeri më pak që nuk do konsumojë alkool dhe ke të tjerët që do konsumojnë edhe për ato. Dhe pastaj mund të ndikojë dhe kjo. Një anë tjetër është që po, jemi dhe ne shkaku. Jemi dhe ne shkaku sepse ne akoma kemi problemet tona në perceptimin e femrave. Kështu që siç e kanë edhe ato vetë, se duhet shtuar edhe këtë tjetra. Do kemi statistikat në Shqipëri për pak, vetëm ta pyes pak Suelën se jam shumë kurioze. Sa rëndësishme është që njeriu të di sa mban? Se ti si toksikologe mund të na tregosh pak. Cilat janë ato shenja që të tregojnë ty tani freno dhe mos tani unë do bëj një ndryshim midis mashkullit dhe femrës. Që ka një ndryshim fiziologjik midis mashkullit dhe femrës. Dihet që meshkujt e mbajnë më shumë alkoolin se femrat, për arsye të masës adipoze që e kanë më të ulët se sa ne, sasinë qarkulluese të gjakut që e kanë më të madhe se sa ne, dhe faktit të enzimës specifike që shpërbën alkoolin që tek femrat mund të mungojë në stomak. Në qoftë se një mashkull enzima fillon e shpërbërjes alkoolit fillon që në stomak, tek ne është në sasi shumë të ulët, ne kemi vetëm në mëlçi dhe automatikisht në momentin që ti konsumon një unitet themine, një 10 dhe në 12 gram etanol ose një teke, tek një mashkull do një kohë më të gjatë që të arrijë nivelin e gjakut, se te femrat kalon direkt në gjak. Dhe kjo e bën që ajo të ketë efektet e bacit themine, pra të nivelit të... Po pse ndodh kjo? Pse meshkujt e kanë këtë si barierë? Po e kanë sepse kanë sasi qarkulluese më të madhe. Dhe enzimi që e shpërbën, po, është e lindur ajo. Ndërsa në lidhje me diferencën, se duhet të diskutoj një çik këtë, unë them që nuk është se në Shqipëri ka më shumë femra që përdorin alkool. Mund të jemi afër barazis, dhe arsyet janë nga më të ndryshme. Para është bërë jeta më e lirshme. Femrat janë më të pavarur ekonomikisht, se çka do pyes pak psikologen për këtë, po ti më qëndro tek pjesa kur fillon e dallon njeriu që duhet të stopoj. Atëherë në fillim normalisht në momentin që ti fillon dhe humbet reflekset. Fillon dhe ke ndjenjën e të vjellit, fillon dhe nuk të bëhet më e lirshme se ç'duhet goja. Mund të kesh... Kjo fjalia ishte interesante, të bëhet goja më e lirshme se ç'duhet. Pra e humbet atë shenjën. Fillon flet më shumë se ç'duhet, është ideja. Kur fillon pëlqen ti kë dhe duhet t'i bësh një foto. Po, i thua sa xhan të kam për shembull. Kto janë shenja kur fillon të kesh xhan dikë që ke në tavolinë. Kur fillon dhe lëviz nga tavolina jote. Tani ti ndihmoj pak ata që na ndjekin si toksikologe, pavarësisht se është pak interesante si situatë. Si ta marrin veten shpejt? Çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet pinë? Han diçka, nuk e di. Atëherë normalisht alkooli nuk duhet marr sheta. Mirë është të merret me proteinë. Ishte gjë shumë e mirë. Është rregull 1 2 3 që themi ne. Mos marrim më shumë se 1 gotë në një orë. Nëse merr 2 gota në një orë, detyrimisht do të ketë këto efektet. Të jetë i shoqëruar gjithmonë me ushqim alkooli. Dhe e treta, asnjëherë të mos kaloj 3 gota në një orë. Sepse niveli i shpërbërjes së alkoolit nga organizmi është 1 gotë, që ne 1 gotë verë, 1 gotë birë, ose 1 gotë alkool 40%. Me thënë, si bie, jo 1 gotë e madhe, me thënë një tek. Pastaj se sa mban varet nga natyra e njeriu, edhe kjo 3 gota në një orë, varet shumë nga njeriu, pra jo më shumë. Megjithatë ka njerëz që kanë nivel të ADH shumë të lartë, që e mbajnë, për shembull të pinë dhe e mbajnë, që gjenetikisht e ndërtuar ajo. Varet nga sëmundjet që kanë, se ka pacientë të cilët mund të kenë dhe probleme me gastritin. Do më tregosh në vim se çfarë efekte shëndetësore shkaktojnë. Desdemona, pse gratë në vitet e fundit po konsumojnë më shumë alkool se meshkujt? Arsyet janë të shumta në fakt. Ajo që po thoya edhe pak më parë, ndjes për probleme teknike, lidhet shumë me normalizimin, që më parë burrat edhe djemt ishte shihej më normale që
që mund të konsumonin jo vetëm alkool, po këtu dua të shtoj pak edhe pije të tjera, ndonjëherë edhe lëndë narkotike, shihet pak si më normale, që kjo është një sjellje që burrat e bëjnë. Ndërkohë që së fundmi, vitet e fundit edhe studimet na tregojnë që edhe gratë lejohen që ta bëjnë këtë gjë, pra të dalin, të konsumojnë alkool me shoqërinë e tyre, por edhe me familjet, ndërkohë që më përpara, diçka që ishte shumë normale për gratë ishte konsumimi i alkoolit më shumë në dreka familjare dhe ndarka familjare. Ndërkohë që tani lejohet që ta bëjmë këtë gjë edhe jashtë ambientit të shtëpisë së tyre ose diçka që është më familjare. Një arsye tjetër shumë e rëndësishme është fakti që gratë në fakt konsumojnë më tepër alkool. Studimet e fundit kanë treguar kur ato ndjehen jo të lumtura ose të ngarkuara emocionalisht, për qenë se ato mbartin shumë problematika. Stresit, domethënë. Po, përgjegjësi gjithmonë shihen si vajzat e mira, pra duhet të kenë gjithmonë një rol si vajzat e mira, më pas duhet të kenë një profesion, një punë të caktuar dhe më pas duhet të jenë bashkëshorte të mira dhe më pas duhet që të jenë nëna të mira, kështu që ato mbartin shumë ngarkesa. Të lodhura nga perfeksioni. Po, ndërkohë që një dallim kryesor lidhur me meshkujt është se ata konsumojnë alkool për të pranuar më tepër në shoqëri, për të patur atë grupin e tyre shoqëror, për të ndjerë burrëror. Pra, alkooli lidhet shumë me këto tipare që shoqëria jonë, kryesisht në Shqipëri ka veshur, po jo vetëm në Shqipëri. Ndërkohë që te gratë shihet më shumë si shkarkim emocional. Pra, kur janë në gjendje depresive, shumë të pakuptuara, ato gjejnë alkoolin si një mënyrë për të shkarkuar, por edhe për të ndjerë ngushëllim. Dalim tek tabela në Shqipëri. Do habiteni, por është e vërtet as Tirana dhe as Durrësi. Është Lezhë qarku i parë i konsumimit të alkoolit, ndërsa Dibra është në vendin e dytë, Elbasani në vendin e tretë, Berati dhe Kuksi, ndërsa Gjirokastra ju e shihni në këtë tabel, por kjo s'do të thotë domosdoshmërisht që është e renditur kështu. Gjirokastra është e vendosur si vendi i fundit, sepse pas Kuksit vjen Tirana, Durrësi, Shkodra. Gjirokastra është vendi i fundit në Shqipëri që shpenzon për alkool dhe duhan. Këtu kanë qenë bashkë faktikisht studimi që është bërë i marrë nga Shqipëria, nuk është se është ndarë vetëm për alkoolin. Lezhë në vendin e parë. Tani, Enri, që do të lë ty të vijosh, më bëj një sqarim ndoshta në Tiranë si e kemi situatën dhe si të duket kjo ndarja me qarqe. Tabel mund të jetë në rregull, po të referohemi edhe pjesës numrit popullsisë. Okay. Qarku hyn edhe pjesa e Shëngjinit, Velipojës, kështu që po të marrim parasysh dhe këto, i bie që po, bën sens tabela. Mund mos bëj sens për pjesën e Gjirokastrës, pasi mund të themi që në Gjirokastër pihet më shumë raki dhe rakinë ne se masim dot sepse është raki që zakonisht është e bërë vetë në shtëpia, do të thënë është një produkt i bërë atje dhe nuk është shumë i matshëm. E kuptoj. Ndërsa këto i referohen më shumë alkoolit që hyn nëpër dogana dhe maten sipas shitjes që është bërë. Dhe studimesh. Sa mirë bërë që sjarove, po, e kuptoj. Dhe kjo pjesë, domethënë, për qenë konkret, është që Tirana mund të jetë aty, por kemi parasysh që qarku Tiranës nuk hyn vetëm Tirana si qytet, por hyn edhe rrethinat e Tiranës. Dhe rrethina hyn prapë tek vera e bërë në shtëpi, hyn tek rakia e bërë në shtëpi, kështu që janë shumë elementë që bëjnë një të tërën. Por, si tabel, unë them që rri dhe rri shumë mirë. Dibra mendoj që duhet jetë qarku dytë për arsye të motit, edhe në Dibër ekziston realisht pjesa e çpirit në mas. Elbasani është një qark shumë i madh që gjithashtu fut brenda vetes vet edhe librazhdin dhe normalisht është normale të ketë kjo. Berati për shkak të turizmit dhe Kuksi pastaj më habit që ka këtë, domethënë që është mbas Berat. Po, e di si është bërë studimi është bërë në bazë të shpenzimit që një familje që jeton atje, pra shpenzon për alkoolin dhe duhanin nga buxheti mujor që ka, dhe duket që në Kukës një pjesë të mirë të buxhetit mujor që ka ne shpenzojnë tek duhani dhe alkooli. Po kam përshtypjen mund të ketë shumë ndikim duhani te kjo tabela se sa alkoolin ndoshta do ishte diçka më ndryshe. Eneri, të falenderoj që mos të bëjmë më gjatë. Është gjithmonë kënaqësi të përshëndes. Ke çuditshme të ndonjë. Më trego pak. Prisja Tiranën e jo. Po pra, po. Është ka të bëjë me dhe kohën, dhe periudhën, edhe jugun. Jo, edhe përqindja, se sa paguhen
dhe sa shpenzojnë, se... Varet dhe si janë për pyetjet. Varet dhe si janë për pyetjet, më thënë. Unë prisja Tiranën, një leshëm. Prisja Tiranën. Imagino Tirana së është e dyta, pas e treta. Pra, dakor, sepse Dibra dhe ata dhe bëjnë vetë, dhe kanë tradit. Dhe Skraparin do të prisja. Kur Skraparin? Skraparin, ndoshta Skrapar s'ka ngelur me njeri, po e ping shumë në përqarqe të tjera. I ka shtuar nivelin e Tiranës. Përpara se ta mbyllim, një këshill për ata që janë të varur nga alkooli, dhe kjo është serioze tani. Po, tash duke qenë se unë jam merrem me këtë dhe kam vite që merrem me adiksionin e alkoolit, unë do të sugjeroja gjithve që nuk ka asnjë gjë që nuk rregullohet, mjafton që të kenë të paktën 40% dëshirë për ta rregulluar jetën në këtë nivel, sepse në ato raste kur ne kemi një varësi, ajo jo vetëm që të ha bukurinë e jetës, por ndikon dhe tek njerëzit që ti ke vërdall, duke ndryshuar jetën e njerëzve që ti ke vërdall. Unë do thosha që njerëzit të cilët ose dhe familjarët e pacientëve ose pacientët duhet të kërkojnë ndihmë dhe të mos kenë turp për këtë gjë. Mos ta shohin varësinë si një patologji të tupshme, sepse ne këtë kemi si popullat. E trajtojmë personin e varur. Çdo thot bota pra. Pra çdo thot bota. Do të thënë ta përballojnë me një buzëqeshje, gjithçka është e mundur, shërimi është i mundur, mjafton që të duan të kenë të paktën 40% të dëshirës për ta lënë. A ndodh Desdemona të kenë dëshirë dhe apo është kjo çdo thot bota që thot Suela? Kjo është do thot bota sigurisht dhe stigma për të kërkuar ndihmë qoftë për probleme të shëndetit mendor, qoftë për varësi që përfshihen gjithashtu edhe në këtë kuadër që mund të jenë të bashkëqëruara me problemet emocionale. Patjetër që ekziston, por unë do thoja që paktën duke bazuar te praktika ime klinike që po ndodh shumë shpesh, paktën vitet e fundit, qoftë vajzat, qoftë djemt, që të kërkojnë ndihmë profesionale kryesisht për varësinë nga alkooli, por jo vetëm edhe nga drograt. Unë do shtoja që duke qenë se ky studim bazohet vetëm tek alkooli dhe është bashkëqëruar edhe duhani, por është haruar në fakt drogra që nga të rinjt, të cilët vinë në terapi dhe kërkojnë ndihmë, është një element shumë i rëndësishëm, të cila mund të ketë filluar prej herët, që në adoleshencë, ndonjëherë edhe më herët, dhe vazhdon edhe në moshën adulte. Ajo që unë do thoja për të gjithë të rinj, por jo vetëm, edhe për adultët të cilët e konsumojnë, alkoolin për edhe drograt. Këtu që varësia është një problem goxha i vështirë, nuk është diçka që mund të kalohet vetëm, patjetër nëse kemi vullnetin dhe dëshirën e mirë dhe me mbështetje sociale, mbështetje nga familjarët ose miqtë tanë, patjetër që po, nuk është diçka e pamundur, por kur ju e shikoni që është e vështirë, këshilla ime është të kërkoni ndihmë profesionale, sepse varësitë krijohen sepse kemi një nevojë për shmangje. Po nuk është kur vonë për të marrë ndihmën e nevojshme për të shkëputur. Patjetër, se tek ne vinë në gjendje shumë të rënduar. Po, e kuptoj. Kemi një dëmtim multiorganar tek pacientët. Përse nuk patëm kohë të diskutojmë. Jo, dua faktikisht të të pyes, cilat janë dëmet më të mëdha që sjell alkooli dhe cilat janë organet e para që preken? Nëse ne kemi një varësi, patjetër që kemi sistemin nervor, kemi sistemin hepatik, kemi mëlçin, sistemin kognitiv tek pacienti, sistemin kardiak. Pacienti ndryshon komplet temperament si në momentin që bëhet i varur nga alkooli. Ndryshon, kush më ai që ka qenë. Por është një multidimensional sidomos alkooli dhe ndikon shumë në gjykim kur përdoret për një kohë gjatë. Ndërsa nëse po flasim për pra shkon deri tek ndryshimi edhe i karakterit të njeriut. Që ndikon te ndryshimi i karakterit dhe edhe atë që në sferën psikiatrike të pacientit. Domethënë kemi shfaqje të simptomave ose të sëmundjes që depresioni ose bipolariteti. Dhe këto janë, të paktën sipas studimeve, janë pacientët të cilët janë dhe më të prirur ndaj varësisë. Dhe një pacient që mund të ketë një gjendje depresive të patrajtuar, është ai i parë që do jetë drejt varësisë jo vetëm të alkoolit, por edhe të drogës ose të bipolariteti. Pra këto janë dy simptoma psikiatrike që sipas protokolleve ose sipas studimeve janë ato që pacientët Kemi ne probleme me të rinjt? Kemi shumë probleme me të rinjt, që nga unë kam thënë shpeshherë, jo vetëm për alkoolin, që nga gota e parë kur fillohet. Sot mund të kemi dhe fëmijë të moshës 9 vjeç që pinë cigaren e parë dhe gotën e parë. Pra kemi një ulje të moshës, të marrjes së alkoolit dhe të drogës gjithashtu. Dhe barazimin e sekseve. Uroj të mos vemi që femrat të shkojnë më lart se sa meshkujt në përdorimin e alkoolit në Shqipëri, sepse kjo më duket pak e pamahshme momentalisht, sepse femrat pinë në shtëpi. Të kuptoj. Po. Është e vërtet. Është e pamahshme. Nuk pinë fare nëpër klube dhe ti nuk ke ku ta matësh si fenomen.
Kështu që do të pyesja pak dhe Desdemonën për adoleshentët të cilët konsumojnë alkool faktikisht nëpër dyqane dhe nëpër lokale, sheh që deri në 18 vjeç nuk lejohet etj me radhë, po janë problematik edhe ata nën 18 vjeç apo jo? Edhe pse është ndaluar, por do thoja që vazhdon në shprezent, mbase ka nevojë më shumë për monitorim nga familjarët, sepse shihet shumë prezente. Pra, kjo nevoja për të shmangur problematikat, streset, të gjitha dinamikat që mund të ndodhin në mjedisin e shkollës, por jo vetëm në shoqëri, por edhe në mjedisin familjar, duket sikur shihet si një ngushëllim dhe një shkarkim i të gjitha nevojave emocionale të paplotësuara, por edhe gjithë stresin që përjetojnë nëpërmjet alkoolit. Po, këtu dua të shtoj edhe modelin familjar, se sa ndikon, se sa monitorohet, por edhe sa është parë në mjedisin familjar, nëse ne shohim që alkooli përdoret jo vetëm për kënaqësi sociale, për kënaqësi emocionale, por shihet si një shkarkim edhe si një nevojë për të mbushur boshllëkun emocional, atëherë ka shumë gjaste që dhe adoleshentët ta përdorin këtë si mënyrë dhe më pas mund të shkojnë drejt varësive. Qartë, mirë, të falenderoj shumë Desdemona për ndërhyrjen. Kënaqësi. Suela, diçka të fundit për të shtuar? Kujdes me alkoolin. Shumë e rëndësishme. Me alkoolin. Tani normalisht në alkoolin nuk them që s'do ta pim, do ta pim kur të mblidhemi, por me karar. Me karar dhe sipas studimeve të paktën tek ne femrat nuk duhet pirë më shumë se 3 herë në javë për të ulur riskun e kancerit të gjirit. Më shumë se 3 herë në javë? Do thoja që 3 herë në javë janë shumë. Shumë. Po. Mirë, faleminderit shumë, Suela, është gjithmonë kënaqësi, edhe për këshillat, edhe për mënyrën se si analizon me qetësi situata të ndryshme, faktikisht për cilat ke qenë e ftuar. Shumë shkurt publicitet, do të kthehemi përsëri bashkë e do të shohim për herë të parë pamjet të stadiumit ku kombëtarja shqiptare do të luajë me Serbinë në tetor pas pak. Dubocica, kështu quhet stadiumi ku na kanë degdisur në Serbi për të luajtur ndeshjen e 11 tetorit mes kombëtares shqiptare dhe Serbisë, kjo për shkak të problematikave të krijuara në sfidën e fundit që Serbia pati në stadiumin e tyre me kore fyese ndaj Kosovës, siç është zakon faktikisht për sfidat që Serbia luan, sidomos në ndeshjet e fundit të saj, edhe në sfida ku nuk ka të bëjë fare kombëtarja shqiptare apo përfaqësuesja e Kosovës. Pra edhe kur luajtën me Anglinë, patën kore kundër Kosovës dhe thirrje raciste. Megjithatë, këto janë pamjet të stadiumit, do doja të shihnim në një moment të dytë. Fillimisht do doja të ndaleshim tek qyteti ku na kanë vendosur. Do shohim disa pamje të qytetit dhe unë do t'ju jap disa informacione. Florim Canolli është me ne në një lidhje direkte. Faleminderit shumë Florim për kohën tënde sot. Mirëdita. Përshëndetje Sindrala. Leskovaci është qyteti ku do të zhvillohet sfida dhe ku është i pozicionuar stadiumi ynë. Thuhet që është vetëm një orë pak larg Prishtinës. Unë po jap disa informacione për qytetin, ti do më tregosh pak a shumë ato që ti mund të dish dhe të më ndihmosh. Bëhet fjalë për numrin e popullsisë në këtë qytet, 58.338 banor. Është i renditur si i 6-ti në Serbi, bën pjesë në pjesën juglindore të Serbisë dhe është pjesë e qarkut të Jablanicës. Çfarë lloj qyteti është ky? Më ndihmo pak Florim. Pastaj do të shojmë këtë zonë. Është relativisht i vogël, siç e thatë edhe ju Sidorela. Për të shkuar atje më afër është Gjilani se sa Prishtinës, për shembull ka një orë gjysmë afërsisht nga Gjilani, pak më larg nga Prishtina, mirë po për kuriozitet, në Leskovsk, siç e njohim ne këtë qytet, mund të shkohet edhe për shembull një rrugë që është shumë pranë lagjes ku jetojun, pra është një qytet ku po themi është përzgjedhur nga Federata Serbe e Futbollit, sepse pretendohet që ai stadium më i vogël të kontrollohen pak më mirë tifozët. Për sa shkohet nga Prishtina këtu? Diku rreth 2 orë e pak. 2 orë e pak është për të shkuar atje. Ka disa rrugë që shohin siç e thash, po më afër se të gjithë e ka Gjilani, kështu që rreth 1 orë gjysmë nga Gjilani mund të shkosh në Leskovsk. Fatkeqësisht tifozët mysafir nuk lejohen siç dihet në këtë ndeshje, sepse përndryshe po të shiteshin bileta edhe për shqiptarë do të kishte i mbushur stadiumi edhe me shqiptarë, sepse interesimi për këtë takim është me të vërtetë shumë i madh, siç e dinë gjithë. Por vendimi për të luajtur atje dihet është puro, po themi, politiki, përzgjedhur nga Afrika e një eskalimi apo incidenteve që mund të ndodhin në Beograd, sepse atje mund bëhen protesta të vazhdueshme, besoj e keni diskutuar edhe ju Sidorela, që nëse mund të them, Serbia është një kaos aktualisht në momentet caktuara dhe në ndeshjen e fundit pati madje dhe
përleshje mes atyre që janë kundër Vučić dhe atyre që janë pro Vučić në stadium. Dhe kjo nuk mund të ndodhte ndryshe veç se tash vendosin takimin në Leskovec, aty ku tifozët do të kontrollohen shumë më lehtë se sa do të ishte në Beograd. Madje po të vini re dhe stadiumi kur Jo, do flasim pastaj për stadiumin. Më lejo të ndaj vetëm një koment të shkurtër të Federatës Serbe të futbollit që i bëri me dije zyrtarisht të gjithëve që sfida ka ndryshuar lokacion, pra vendodhje. Në komunikatën zyrtare, Federata Serbe ka falenderuar Federatën Shqiptare dhe UEFA për bashkëpunimin dhe mirë kuptimin, sepse dhe Federata Shqiptare ka pranuar ndryshimin e këtij stadiumi, duke theksuar se siguria e lojtarëve, tifozëve dhe stafit organizativ ishte arsyeja kryesore për këtë ndryshim. Federata kujtoi incidentin e vitit 2014 si një shembull të rreziqeve që mund të lindin në këtë duel. Sipas Federatës, organizimi në Beograd nuk do mund të garantonte kushtet e nevojshme të sigurisë, ndërsa stadiumi i Leskovacit ofron një atmosferë pozitive. Ky vendim gjithashtu redukton rrezikun e ndëshkimeve nga FIFA dhe UEFA duke ruajtur reputacionin e futbollit serb. Tani, po më thoje që masat e sigurisë janë më të lehta për të mbajtur në një qytet të vogël, po themi, në krahasim me Beograd. Për shkak të stadiumit më tepër, për shkak të stadiumit që është më i vogël, janë diku rreth 8000 spektatorë. E shohim pak stadiumin, po. Edhe do lexoj disa statistika për stadiumin. Ti ke të drejtë kur thua që ka vetëm 8000 spektatorë, sepse faktikisht është një numër i ulët i spektatorëve. Regja do na ndihmojë pak me tabelën e të dhënave për stadiumin. Po, ja, po e shohim. Okej, këtu jemi. Vendodhja, pra si që thamë herët, e ndoqëm edhe qytetin e Leskovacit edhe disa të dhëna për ta, është edhe emri i klubit që e përdor për sfida, 8136 ulse Florim ka. Pra, diku shumë pakën, krahasim me stadiume ku parashikoi të luajë sfida. Bar hibrid ka filluar punimet si stadium në vitin 2021, ndërsa ka përfunduar në 21 gusht të 2023-shit, kur edhe është hapur. Kosto për këtë ndërtim të këtij stadiumi ka qenë 28 milion euro. Në 2020 është miratuar për të ndërtuar e tjerë me radhë. Kishte qenë dhe Vučić te inaugurimi i këtij stadiumi pash. Po ta vësh re, është goxha afër me fushën pjesa e tribunës. Diçka që nuk ishte tek stadiumi në Beograd, pra ku është dashur zhvillohet paraprakisht takimi, sepse në stadiumin e Crvena Zvezdës, hapësira nga tribuna deri tek fusha është goxha e madhe për shkak të rrethit olimpik, pra të kësaj hapësire. Dhe duke parë që një numër i madh tifozëve mund të grumbullohen dhe mund të ndodhë një eskalim eventual i situatës, atëherë kanë vendosur ta dërgojnë ndeshjen në Leskovec. Por ajo që është e çuditshme është që edhe pas 11 vjete pas incidentit në 2014 që ndodhi në Serbi, akoma nuk janë mbushur mend, akoma nuk janë në gjendje ta organizojnë një ndeshje siç bëri Shqipëria në 2 raste, edhe në Elbasan, edhe në Tiranë. Pra, e kupton sa largimi në aspektin organizativ dhe në mentalitet të organizuarit gjërave, sepse serbët si Dorela gjithmonë kanë pasur probleme me tifozëri, janë ultras, janë nacionalist dhe nuk lënë mundësi pa tregu këtë. Kam dëgjuar që në këtë stadium në 11 tetor nuk do të jenë tifozë rastësor ata që do të jenë, pra janë të përzgjedhur. Pa tjetër, sepse kjo e zvoglon akoma më shumë probabilitetin e ndonjë eksesi eventuale, ndonjë problemi që mund të ketë në tifozëri. E thash që për mua ishte pak e çuditshme që është tribuna afër me fushën. Pra, tifozët kanë shumë lehtë shansje, po themi, tek futbollistët, se sa të zhvillojnë ndeshjen në Beograd në stadiumin e Crvena Zvezdës, ku rrethi olimpik është shumë i gjatë. Por po besoj që do të jetë ashtu siç thua edhe ti, që do të ketë tifozë të përzgjedhur, të cilët në asnjë rast nuk do të lejohen që të ketë ndonjë ekses. Po ta kujtosh edhe ndeshjen e zhvilluar në Air Albania, edhe lojtarët kanë qenë goxha të përmbajtur edhe në mënyrën e lojës, pra nuk kanë qenë agresiv as në ato limitet që janë sportive. Po sepse vjet represioni, shumë më tolerant, nëse mund ta them kështu këtë fjalë, në raport me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos krijohet asnjë situatë incidenti. E ka njohur si sukses të tim Vučić këtë stadiumin, edhe ndërtimin e tij. Ne i ndoqëm gjatë gjithë kohës që ti flisje edhe fotot kur ai kishte marrë pjesë në inaugurim e të tjerë me radhë. Nuk di sa pajtohesh ti me mua kur them na kanë degdisur në këtë stadium, sepse janë të dorëzuar përballë tifozërisë së tyre që nuk i menaxhojnë dot, po veç kësaj do doja të të pyesja si po komentohet në Kosovë kjo ndeshja. Ka komente të qytetarëve? Patjetër që ka, vetëm se te Vučić të krenohesh me një stadium 8000 vendësh duket pak
Nuk di çfarë do bënte të kishte një stadium si Yni. Patjetër, është shumë i diskutuar në Kosovë kjo ndeshje si Dorela, tani duhet ta them se ky takim ndjehet jashtëzakonisht shumë në Kosovë. Po flasim për një shtet i cili ende ka dhe bën veprime armiqësore ndaj Kosovës, nuk e kemi hiç larg Banjskën dhe domosdoshmërisht duhet ta përmendim këto dy situata, edhe interesimi është i jashtëzakonshëm për këtë takim, po pritet me padurim edhe po shpresojmë që kombëtarja ka me ditë me shfrytzu momentin e keq që po kalon Serbia. Po ta them një gjë, kur serbët janë në presion, kur serbët janë nervoz, shpeshherë humbin toruan, siç thoni ju në Shqipëri, edhe kjo situatë mund të shfrytëzohet pozitivisht nga kombëtarja jonë që të shkojë të qetë atje, të përgatisë ndeshjen mirë dhe të marrë një fitore, sepse në situatën që jemi vetëm fitoria na kryen punë për pozitën e dytë. Kështu që ne duhet të marrim masa se të jemi të qetë, të shfrytëzojmë këtë moment. Ne të shkretët aq të qetë jemi sa dhe kur kemi penaltis mezi e bëjmë. Tash mos kthehemi mbrapa dhe njerëz na dhem shumë ajo. Ta përgatisim ndeshjen me Serbinë. Unë po them që kur serbët janë nervoz, nuk dinë të luajnë futboll, dhe jo vetëm futboll, por asnjë sport. Kështu që ne duhet këtë element ta kemi parasysh shumë dhe ta shfrytëzojmë në maksimum. Interesante. Florin, falenderoj shumë, është gjithmonë kënaqësi kur të kam në program. Faleminderit. Përshëndes. Turojmë edhe të shpresojmë që t'jetë auguri mirë të paktën ky ndryshimi i stadiumit, një stadium i vogël, besojmë më pak tifoz, ata që do jenë të përzgjedhur dhe nuk është se do ketë, uroj ndonjë lloj presioni shumë të madh, trysnie mbi ekipin ton kombëtar. Kemi mbritur në fund, pas pak jeni me edicionin informativ, bashkë miropafshim.